le themi një nga krye lajmet e këtyre ditëve ishte fakti që bëri bu ishte deklarata e Vladimir Putin për sa i përket le themi një mundësie të një përplasje të Rusisë me Europën. Ai fjalë për fjalë tha që ne në Ukrainë po bëjmë një operacion të kujdesshëm dhe kirurgjikal, po kur vjen puna për Europën do jetë tjetër gjë. Si ta lexojmë këtë përshkallëzim të le themi të qëndrimeve ndërkohë që po pritet le themi finalizimi i planit të Donald Trump me 20 pika, pra një marrëveshje paqe, palët kanë kaluar në këto nivel deklaratash. Putinin nuk e kishim dëgjuar kur të shprehej në këtë formë të një mundësie për një përplasje të tillë me vendet evropiane, duhet të thënë kjo. Shiko, me para do të kemi gjithë parasysh që nuk ka asnjë marrëveshje paqe dhe s'ka për të pasur një marrëveshje paqe. Ajo çfarë Donald Trump ka ofruar për ato 20 pika është thjesht një tentativë për të përfituar kohë për të menaxhuar fundin e luftës, asnjë gjë tjetër, pra nuk ka për të sjellë asnjë gjë, nuk bëhet llaf që ajo të kalojë qoftë në njëra palë, qoftë nga pala tjetër. Është një lojë teatrale kjo e negociatave që është një teatër negociatash fiktive, të cilat nuk çojnë askund. Pra është thjesht të gjitha palët duke marrë kohën e tyre, duke lozur në këtë teatr për të krijuar idenë se gjëja palët janë të interesuara për paqen, por nuk ka për të pasur paqe dhe paqja do të ketë në fund kur të mbarojë lufta. Pra, dhe luftën e përcakton terreni, nuk do mbyllet në këtë mënyrë. Dyta përgjigje e Putinit ishte ajo që ishte në përgjigje të asaj kërcënimit që erdhi nga NATO, pra nga një general i NATO-s dhe nga ministri i mbrojtjes së Italisë, 2 ditë përpara generalit NATO që thanë që ne duhet të bëjmë veprime pra preemptive strike kundër Rusisë. Pra në këtë aspekt do të thotë që ti t'i japësh luftë Rusisë. Dhe përgjigja e Rusisë erdhi me një hershme duke thënë që po ne jemi të gatshëm për luftë. Pra në rast se ju doni luftë, ne jemi të gatshëm për luftë. Nuk ka ndonjë. Kjo ishte pak a shumë. Këto ishin termë. Kjo ishte gjëjta. Po ashtu. Kurse aspekti që pastaj vazhdimësia e përgjigjes është që Rusia është duke bërë aktualisht në Ukrainë një operacion kirurgjikal. Kjo ishte deklarata e Putinit. Në krahasim me atë që mund ndodhi në Evropë, po është e vërtetë që në krahasim me atë çfarë mund ndodhi në Evropë, ajo çfarë po ndodh aktualisht në Ukrainë është një operacion kirurgjikal. Pasi në Ukrainë kemi një operacion special dhe nuk kemi luftë, ndërsa midis Rusisë dhe Evropës nesër do kemi një luftë. Dhe lufta do të zhvillohet në të gjitha nivelet dhe me të gjitha format dhe mundësitë e armëve. Përjashto këtu armët bërthamore në rast se nuk do të jenë kaq të çmendur sa të shkojnë deri aty. Aktualisht në Ukrainë po goditen vetëm objektiva ushtarak dhe ato objektiva që janë të lidhur me veprimtarinë ushtarake, pra që shërbejnë për nevojat të ushtrisë, nuk po goditen objektiva civil, nuk po goditen, për shembull, nuk po prishen portet, nuk po prishen aeroportet, nuk po prishen të gjitha strukturat e tjera dhe infrastrukturat civile që i shërbejnë mbarvajtjes qeverisë civile në Ukrainë. Pra nuk kemi goditje të ministrive, nuk kemi kaluar në këtë. Kurse nuk kemi prishje të urave, të cilat shërbejnë, pasi në Ukrainë ka me mira ura, pasi ka shumë lumej, dhe këto pra në rast se këto ura do të prishin, mjafton të marrim për parasysh për shembull që në lumi Dnjepër, në rast se do të ndihmojë regjia me një hartë të Po, nëse kemi një hartë regjia, nuk e di a e kam sjell sot, po duhet kemi nga ato të mëparshmet. Vetëm në Ukrainë, pra lumi Dnjepër, vetëm në lumin Dnjepër që ndan Ukrainën mes për mes, pra lindjen e Ukrainës me perëndimin e Ukrainës, ka mbi 23 ura të ndryshme. Dhe përveç urës në Kherson që është dëmtuar, pra është e pakalueshme aktualisht, të gjitha urat e tjera janë funksionale në lumin Dnjepër dhe nuk janë goditur asnjëherë deri më sot. Pra do të mjaftonte kjo për të thënë që kemi kaluar nga një operacion special në një operacion luftar në gjendje lufte dhe kemi kaluar nga një operacion kirurgjikal në operacion tjetër i cili nuk merr parasysh asgjë dhe shkatërron çdo lloj ure, çdo lloj veprimtarie që i shërben, sepse edhe urat i shërben aktualisht ushtrisë, po i shërben edhe popullatës civile. Por urat nuk janë dëmtuar. Prandaj quhet operacion. Prandaj quhet në këtë aspekt, do ta konsiderojmë pra në krahasim me atë që ka ndodhur me Evropën. Pra, këto në gjithë lumi Dnjepër, pra. I gjithë lumi Dnjepër është me ura, pra janë mbi 23 ura. Unë përmenda 23 ura të mëdha, ka edhe ura të tjera, po mbi 23 ura të mëdha, të cilat asnjëra prej tyre me përjashtim të urës në Kherson, asnjëra prej tyre nuk është dëmtuar dhe funksionon normalisht, totalisht.
nuk janë dëmtuar, ka në rrjedhën e lumit Djebër, ka disa diga, janë mbi 37 diga, të cilat as këto nuk janë dëmtuar, pra i nuk janë goditur. Një luftë totale, po thua? Një luftë totale, atëherë këto digat do të sulmoheshin në rast aty ku do të kishte vendodhje të forcave ushtarake, digat do të sulmoheshin për të përmbytur territore, për të pamundsuar forcave ushtarake kalimin ato territore. Pra përdorën në këtë aspekt. Për këtë arsye them, pra, në rast se as shohim në përballje me Evropën, ky është me të vërtetë një operacion kirurgjikal, pra në aspektin e një lufte me Evropën. E qartë. Dhe është kirurgjikal për arsye se numri i civilave të prekur në kjo luftë është shumë i pakët. Pra numri i civilave në kjo luftë, diku sipas Kombeve të Bashkuara nuk e kalon numrin 19.000 dhe ata nuk janë, sipas Kombeve të Bashkuara nuk janë civilat të goditur direkt, por janë civilat të vdekur për shkak të rrethanave të ndryshme, për shkak të rrethanave të luftës, pra kanë qenë jo të goditur në objektiva civil direkt, po të mbetur të vdekur për shkak të ndërluftimeve midis palëve. E qartë. Pra nuk kemi goditje direkt të objekteve civile. Kurse në një rast në një luftë me Evropën, atëherë Rusia do të fillonte në fillim të fare do të shkatërronte portet kryesore mbi të cilat do të bazohej ardhja e ndihmës ushtarake amerikane. Dhe ato nuk janë shumë, pra janë pak këto porte të cilat kanë kapacitete të mbajnë këto anije të mëdha të cilat. Po si do i shkatërronte në çfarë mënyrë? Atëherë godet me raket portin dhe shkatëron, pra komplet molin e portit. Ka sisteme kundërajrore Europa? Nuk ka sisteme kundërajrore Europa për të mbrojtur nga goditjet e raketave balistike ruse. Aktualisht vetëm Gjermania ka instaluar dhe ka vërë në funksionim sistemin e parë të mbrojtjes balistik të blerë nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara Amerikës. Do e diskutojmë në mënyrë të veçantë drejtëm. Dhe pra fillojmë te goditja e porteve. Pastaj pasi shkatërohen portet, pra kur themi shkatërimin e portit, shkatërimin e moleve ku anijet nuk kanë ku ankorojnë. Pra ky është për momentin që ania s'ka ku ankoron, s'ka ku zbarkon trupat, mjetet, gjithçka tjetër dhe porti aktualisht është infrastrukturë civile. Dhe në rast se ky port shkatërohet, atëherë nuk ke ku ankoron asnjë gjë tjetër. Pastaj vim te shkatërrimi i të gjithë linjave të akorrudhave, shkatërrimi i urave kryesore, të cilat janë infrastruktura civile. Goditja e të gjitha vendkomandave të rëndësishme, pra aktualisht në Ukrainë, Rusia nuk po godet vendkomandat qendrore. Pra godet vetëm ato vendkomanda të cilat ndodhen në terrenin e luftës, pra në zonën e luftës kryesisht. Në të gjitha aty ku zhvillohen luftime, pra në atë territor që ajo e konsideron si territor të saj, pra në territorin e Zaporizhzhës, Luganskut, Donetskut edhe të tjerë, pra aty ku po zhvillohen luftime, por nuk po godet vendkomandat e ushtrisë ukrainase për te i Dnieperit. Nuk po i godet. Jo, nuk po goditen ato, nuk po goditet as shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, as Ministria e Mbrojtjes nuk po goditet, pra nuk kemi të tilla goditje. Ndërsa në rastin e një lufte me Evropë, të gjitha këto objektiva do të goditen, pra ministrit do të goditen. Duke nisur që nga Ministria e Mbrojtjes, që nga vendodhet e shtabit të përgjithshëm, që nga vendodhet e komandave të forcave, që nga përqendrimet e forcave do të goditen të gjitha llojet e kazermave. Pra të gjitha llojet e shkollave ushtarake, gjë që nuk po ndodh sot në Ukrainë. Prandaj është në atë aspektin që ajo që ndodh në Ukrainë është kirurgjikale me atë që mund ndodhi nesër në Evropë. Dhe Evropa nuk ka këtë kapacitet të përballojë këtë goditje. Nuk ka kapacitet të përballojë, po kapacitet për të sulmuar dritan. Nuk ka Europa fjera vjen, nuk mundet Europa të njëjtin, le të themi të njëjtin strategji që ndjek Rusia, goditjen e porteve, aeroporteve apo urave, ta bëjë dhe Europa nesër nëpërmjet raketave balistike. Europa nuk posedon këto lloj raketash balistike për të goditur. Raketat balistike janë vetëm posedimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra nuk ka Europa të tilla lloj raketash për të goditur objektivat rusë, të cilët qëndrojnë shumë larg dhe për të goditur objektiva rusë duhet të bëhen nga territori i afërt me raketa të tjera, pra vetëm raketë që sot evropianët posedojnë është raketa me rrezen më të gjatë, e cila nuk është një raketë balistike, por është një raketë kruz, është raketa gjermane. Po, që e kemi diskutuar këtu. Ajo është e cila e ka diku të 550 kilometra rrezen e goditjes. Pra, pastaj të tjerat nuk kanë. Pra, ky është kapaciteti evropian sot për sot. Edhe në këto 3 vite luftime nuk kemi pasur një zhvillim tjetër në industrinë evropiane të prodhimit të raketave ose edhe të mbrojtjes kundërajrore. Nuk ka asnjë kapacitet sot për sot që të godasi këto vendkomanda qendrore të
ose këto vend grumbullime të ushtrisë ruse, duhet pasur parasysh që Rusia është një vend i cili ka një thellësi të madhe strategjike. Dhe për këtë arsye, duke qenë se është e bazuar me një forcë toksore, ata kanë llogaritur gjithnjë dhe kanë ecur përpara në doktrinën e tyre, pra kanë llogaritur që nesër të kenë çfarë do lloj përplasje me rrugën e para të ruajnë thellësinë e tyre strategjike të pacënuar, dhe e dyta të arrijnë të godasin në thellësinë strategjike të armikut. Për këtë arsye ata kanë zhvilluar sistemet e raketave dhe sistemet e mbrojtjes kundërore, pra është një nga vendet që ka zhvillimin më të madh të sistemit të raketave. Gjë që është kopjuar edhe nga iranianët, pra, për këtë arsye, për çështje të thellësisë strategjike, duke e bërë kundërshtarin, duke ja bërë zero thellësinë strategjike kundërshtarit. Në këtë aspekt, me llojin e raketave që ta kanë prodhuar, S-400 është sistemi mbrojtjes kundërore, nuk është sistem, mund të përdoret edhe për goditje, po është sistemi mbrojtjes kundërore me këto raketa që ka. Ata kanë disa lloje raketash duke nisur që nga Zirkon, që nga Onyx, P800, pra aktualisht rusët posedojnë vetëm raketa hipersonike posedojnë 5 lloje të ndryshme, ndërsa raketat tjera balistike me rrezet gjatë veprimi janë diku rreth 8 lloje të tjera, të cilat i posedojnë, dhe të gjitha llojet e raketave, si ato hipersonike, edhe raketat e tjera balistike, të cilat nuk janë hipersonike, janë i kanë të prodhuara për të treja llojet e forcave, pra raketa që lëshohen nga toka, raketa që lëshohen nga ajri dhe raketa që lëshohen nga deti. Në këtë aspekt, Evropa është pothuajse e dënuar me vdekje në rast të një lufte të tillë. Vetëm në nivel raketor, Dritan, se fjala vjen në nivel Absolutisht, nuk do të kemi në asnjë moment, do të kemi një parasysh. Në asnjë moment Evropa nuk do mund të përplaset me një luftë konvencionale, këtë do them. Edhe goditja me raketa është pjesë e luftës konvencionale, por nuk do të mund të përplaset me trupa. Pra asnjëherë ka të pamundur që Evropa të përplaset me trupa me Rusinë. Edhe Rusia të përplaset me trupa me Evropën. Jo kjo për shkak të kapaciteteve, pra, sepse ti mund të rekrutosh njerëz mund të marrësh, po problemi është që Evropa për të çuar këta njerëz në drejt Rusisë, pra duhet të kalojnë gjithë Evropën për të mbledhur në Ukrainë dhe për të pastaj për të grumbulluar këto trupa të goditur. Dhe këto grumbullime trupash në rast të një lufte nesër midis Evropës dhe Rusisë do të ishin objektivi primar i goditjes së raketave balistike ruse. Pra, mbi këto objektiva. Pra, e ka të pamundur që të fillojë dhe të bëj grumbullimin e trupave. E para do të grumbullojmë trupat në terrenin, pra në gjithë brezin e kufirit me Ukrainën, dhe pastaj këto trupa duhet të hyjnë në territorin e Ukrainës dhe të marshojnë drejt vendeve ku ndodhen aktualisht forcat ruse. Pra, është një e pamundshme, kërkon një kohë shumë të madhe për të bërë kjo. Dhe edhe në kohë paqe, kjo do të donte mbi 6 muaj grumbullimi i këtyre forcave dhe lëvizja e këtyre trupave. Ndërsa në kohë lufte ajo është pothuajse e pamundur për të bërë, pasi nuk mund të bëhet pa u detektuar, dhe rusët duke qenë se kanë zbulim strategjik, pra aktualisht unë po përsëris 3 vende kanë aktualisht zbulim strategjik, rusët, amerikanët dhe kinezët. Pra do të thotë që çdo lloj lëvizje e forcave evropiane nesër në drejtim të Rusisë nuk mbetet pa u detektuar. Pra, bëhet llaf, nuk bëjmë llaf për të lëvizur 10-15 ushtar, pa bëhet llaf kur ti lëviz brigada të tëra, pra, cilat janë konvoje të pafundme, mjetesh ushtarake që shifen në ajri. Dakor, Dritan, po ndërkohë që ti, domethënë, po flisje për raketat hipersonike, balistike etj. Ajo që domethënë, gjëja e parë që më vajti në mendje ishte lufta e Iranit me Izraelin, ku Irani përdori pikërisht goditjen me raketa, ndërkaq Izraeli kishte superioritetin e avionëve F-35, me që më kujtohet. Në raport, nëse bëjmë një krahasim, domethënë dhe nëse shkojmë në një përplasje të mundshme Rusi-Europë, përsa i përket avionëve që ka në dispozicion Europa, e krahasova në mënyrë kështu të pandërgjeshme me situatën në Izrael. Pra, përsa i përket kapacitetit të goditjes me avion, ajo që bëri Izraeli ndaj Iranit, sa kapacitete ka Europa? Se Europa ka edhe nëndetse, ka edhe... Europa nuk ka kapacitet ta bëjë këtë, pra ajo që ndodhi midis Izraelit dhe Iranit ishte një mashtrim që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bën Iranit, pra ishte në bisedime paqe, dhe në këto ishte në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u mashtruar që nuk ndodhte asgjë, dhe afrimi i këtyre mjeteve ajrore izraelite ndodhi në këtë fazë, pra në rast se do të kishim një fazë lufte, një luftë të shpallur si punë e kësaj, pra që mund ndodhi midis Rusisë dhe Europës, edhe ajo në një luftë të shpallur midis Izraelit dhe Iranit tashmë është e pamundur që Izraeli të mund t'i afrojë këto mjet ajrore
në hapësirën ajrore iraniane, sot për sot. Pra e bëri dje, ndërsa sot, kur flasim për Evropën, Evropa ka të pamundur që të afrojë avionet e saj të çfarë do lloji qofshin ata, në afërsi të hapësirave ajrore të cilat mbulohen sot nga rusët. Nuk po them të hapësirave ajrore ruse, pasi në hapësirën ajrore ruse është e pamundur që këta avion të penetrojnë, por nuk do të mund të afrojnë as në ato hapësira cilat aktualisht janë hapësira ajrore që i përkasin për shembull Ukrainës dhe që monitorohen, menaxhohen dhe kontrollohen aktualisht nga mbrojtja kundërajrore ruse. Në këto 3 vjet mbrojtja kundërajrore ruse ka përparuar shumë, ka ecur shumë dhe ka eksperiencën e luftës në këto 3 vjet që cila ka qenë edhe një luftë ajrore në fillimet e saj dhe aktualisht Evropa e ka të pamundur që të bëj këtë për arsye se ti duhet shkosh në mënyrë të integruar, pa në rast se ti afron avionin tënd, ti duhet kesh edhe mbrojtje. Dhe duhet kesh një sasi të madhe mbrojtje. Dhe këtë sasi mbrojtje, për shembull Izraeli kur afroi avionet e vet, e kishte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kishte nga Anglia, e kishte nga Franca, pra gjitha këto vende u angazhuan duke mbrojtur avionët izraelit që u afruan. Në këtë rast kush do të mbrojë avionet evropian, do mbrojnë njëri tjetrin, po nga çfarë do ta mbrojnë? Pra nga mbrojtja kundërajrore ruse është e pamundur që ato të mbrojnë njëri tjetrin në këtë afrim. Në rast se do të kishte kjo, atëherë do të ishte shumë e lehtë edhe për Ukrainën që të vepronte me forca ajrore. Për këtë arsye, forcat ajrore në Ukrainë kanë mbaruar dhe për çdo mision që ndodh, ai është një mision vetvrasës, pra nuk është e pamundur. Nuk kanë kapacitet që të afrohen rreth hapësirës ajrore ruse, pra është totalisht jashtë çdo lloj logjike luftarake që kjo të ndodhi. Prandaj në aspektin e aviacionit nuk ka, pra ti nuk ke mbrojtje kundërajrore të vendosur në rrethinat e Ukrainës, të cilat do të mundsonte këtyre avionëve që garantonte një lloj mbrojtje nga goditjet ruse ose nga raketat ruse ose nga pavarësisht superioritetit të avionëve apo nuk ka superioritet avionëve Bashkimi Evropian Evropa ndaj Rusisë sot për sot. A ka F-35? Ka disa F-35 tek tuk të blera, pra edhe Belgjika ka 4 F-35, po problemi i saj është që nuk i përdor dot këto F-35 dhe nuk do të thotë ti ta blesh avionin dhe pastaj ti e ke atë, ta blesh avionin, duhet edhe ta mirëmbash atë, duhet edhe që të përgatitesh forcat e tua ushtarake, pra pilotët për misione luftarake. Për shembull, ajo që ka ndodhur është që Belgjika mori para një muaji 4 avionet e parë F-35, pasi ka paguar para për të blerë 35 avion F-35, Belgjika, cili është një nga vendet e vogla të Evropës. Por problemi është që kur janë blerë këto, ka qenë vendimarrja, ka qenë politike dhe kjo tregon që kur hyn politika, hyn në çështje ushtarake, sistemi i mbrojtjes degeneron në mënyrën më perverse të mundshme. Dhe ajo që ka ndodhur sot në Belgjik është fakti i kësaj. Belgjika me marrjen e këtyre avionëve, tashmë komanda ushtarake, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë belge, ka konkluduar që me avionët F-35 nuk mund të përdoren në hapësirën ushtarake, në hapësirën ajrore të Belgjikës për 2 arsye. Para, nuk mund të bëhen veprime ushtarake me këta avion për arsye se hapësira ajrore e Belgjikës është shumë e vogël dhe nuk del për të kryer këto operacione ushtarake nga ky tip avioni. E dyta, hapësira ajrore e Belgjikës është e mbingarkuar me aviacion civil, pasi çdo lloj fluturimi që ndodh në Evropë do kalojë mbi Belgjikë. Dhe sërish e ka të pamundur dhe tashmë Ministria e Mbrojtjes e Belgjikës ka filluar të hyjë në bisedime me Italinë, me Hollandën dhe me Francën që në kohë të caktuara pilotët belg të përdorin hapësirën e këtyre vendeve për t'u trajnuar. Pra jemi në këtë pikë. Pra në këtë pikë jemi. Pra nuk kanë vlerë ato që merr ti, thash kur kur blerjet bëhen me vendime politike, pra me politikanë cilët nuk marrin vesh thjesht blejmë për arsye për nevoja të tyre politike, jo për nevoja ushtarake. Pra këta avion nuk është se ka nevojë, pra këta 4 avion që ka sot Belgjika nuk mund të përdoren as pak nesër. Më pakta sepse nuk ka pilot të përgatitur për këtë punë. Pra nuk e ka këtë. Ka pilot që din të fluturojnë avionin, është tjetër gjë të dish të fluturosh avionin, është tjetër gjë të kesh përgatitje taktiko-luftarake. Kjo përgatitje taktiko-luftarake mungon totalisht. Dritan, ndërkohë Gjermania duket se ka filluar, le të themi, përgatitjen për sa i përket një përplasje të mundshme, ka marrë sistemin Aero 3 që është një sistem i ri që ka hyrë në fazën e tij të parë operative në afërsitë të Berlinit. Ndërsa thot sistemi i plot për mbrojtje nga raketat balistike do të ndërtohet deri në 2030-ën. Fillimisht pse Gjermania ka ndërmarrë këtë hap dhe është ky një hap që do të ndërmerret edhe nga vendet e tjera?
Pastaj çfarë është sistemi Arrow 3? Unë nuk mendoj në veprimin e Gjermanisë, unë mendoj që kemi të bëjmë me një në 2021-shin, në 2023-shin Gjermania vendosi që të blejë Arrow 3 dhe hyri në bisedime për të blerë Arrow 3 me Izraelin, pasi Izraeli është prodhuesi i këtij Arrow 3 dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është një sistemi mbrojtjes balistike, është mbrojtje kundërajrore balistike. Arrow 3 e prodhon Izraeli, e përdor Izraeli, po e prodhon në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo shitje normalisht është bërë dhe me miratimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë dhënë shitjen e kanë dhënë miratimin në fund të 2023-shit, pra miratimin për shitjen e kësaj. Blerja është bërë në 2023-shin, por është dashur 2 vjet që të përgatitej personeli, pra e kuptoj, mjafton të shohësh këtë pra. Dhe është marrë vetëm një sistem. Gjermania do marrë 3 sisteme, Arrow 3. Do marrë 3 sisteme. Një sistemi ka 40 raketa. Një sistem, pra mbani mend të, një sistem ka 40 raketa. Për të përgatitur për një sistem, është dashur 2 vjet që të përgatitej terreni, të bëheshin gati bazat dhe të përgatiteshin kapacitetet njerëzore për përdorimin e këtij sistemi. Pra 2 vjet, nga 2023 deri më sot. Dhe u instalua në një bazë ajrore në afërsi të Berlinit, pasi u përgatitën njerëzit për këtë sistem. Pra do marrë 3 tilla Gjermania. Po do marrë 3 tilla. Dhe 2 tjera. Do marrë edhe 2 të tjera. Pra do marrë edhe 2 të tjera, gjithsej 120 raketa. Në aspektin taktiko luftërar kjo nuk përbën asgjë, pra nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj pengese në aspektin e një lufte nesër me Rusinë në goditje, për arsye se kur godet, pra le të marrim shembull Iranin dhe Izraelin. Irani lëshoi diku rreth 460 raketa drejt Izraelit. Nga këto pothuajse është vërtetuar që 200 copë prej tyre kanë qenë ato që quhen jo raketa të vërtetë, por raketa falso, pra. Thjesht ato nuk kanë pasur kokë eksplozive, por është thjesht raketë që lëshohet për të angazhuar mbrojtjen kundërajrore. Në mënyrë që ti të harxhosh mbrojtjen tënde kundërajrore. Dhe duhet kemi një parasysh që për çdo raketë që lëshon armiku kundrejt objektivat tu, mbrojtja kundërajrore është detyruar të lëshojë minimalja 2 raketa për të eliminuar objektivin fluturus, i cili po vjen në drejtim tëndin. E qartë, 2 raketa. Po, 2 raketa. Pra ndaj dhe kjo quhet ajo që quhet mbingarkim i hapësirës ajrore. Pra në momentin që armiku, për shembull Irani, lëshonte ta zëm 70 raketa, nga këto 70 raketa 40 prej tyre ose 50 prej tyre ishin raketa falso, pra raketë të tjera. Raketa falso driton thjesht. Ajo është raketa pa mbushje. Pa mbushje. Pra është kosto sa kushton kosto për një raketë tillë, fjala vjen. Shiko, varet nga lloji raketës. Pra raketa në sistemin e funksionimit të saj, në sistemin e motorit, karburant ka të njëjtin atë që ka raketa tjetër. Okay. Vetëm që kjo raketë nuk ka brenda pajisjet e shtrenjta që janë pajisjet e navigimit, pajisjet e tjera që e ndihmojnë për pra thjesht për të hyrë në hapësirën ajrore dhe për të angazhuar mbrojtjen kundërajrore. Pra ka përdorur këtë strategji Irani. Të gjithë e përdorin. Kjo apo është strategji që përdoret në të gjitha forcat ajrore dhe kundërajrore. Pra është strategji normale kjo që përdoret. Nuk është se ka përdorur Irani, është strategji taktike lufte. Taktik pra, normale. Pra çdo kush që përdor raketën, që lëshon ka për të goditur me raketë, nuk të lëshon direkt raketën, po të lëshon në fillim disa raketa për të angazhuar mbrojtjen kundërajrore dhe për të parë në cilin vend mbrojtja kundërajrore është më e dobët, sepse ti e ke përcaktuar, pra siç tham, kjo është në Berlin. Por kjo është përcaktuar një në Berlin, 2 të tjera do vinë në vende të tjera. Dhe tashmë kur ta lëshon ai shef kapacitetin tënd të angazhimit, pra sa raketa ti ke aty, sa raketa ti lëshon. Dhe raketat e tjera, siç thash, Irani lëshon për shembull, nga 70, 50 ishin ashtu, 20 ishin raketat reale. Dhe nuk ka asnjë mundësi ti kuptosh në ajër këto. Jo, është e pamundur që radari nuk e dallon dot, a është raketë falso apo është raketa. Ky është gjithë problemi. Pra është e pamundur. Dhe kur ti e lëshon të atëherë, çfarë bën? Ky lëshon lëshojnë raketat e tjera kundërajrore, duke llogaritur 2 për çdo raketë, pra nga 70 për 70 copë, Izraeli ka lëshuar 140 raketa. Irani ka lëshuar 70, Izraeli 140 raketa për të eliminuar këto 70 raketa. Dhe këto 140 raketa, pra, shkojnë, por nuk është se të 140 raketa, ne themi, nuk eliminojnë dot të 70 raketat. Dhe në këto 70 raketa, 5 raketa ose 8 raketa shkojnë në objektivat e përcaktuar. E qartë.
Pjesa tjetër? Pra, pjesa tjetër eliminohen, pra nuk është nga sistemi. eliminohen nga sistemi. Kështu funksionon sistemi i mbigarkimit të hapësirës ajrore. Pra çdo kush dhe nesër i mori Gjermania në 120 raketa, se kaq pra nuk themi që mori vetëm 120 raketa, se Gjermania aktualisht mund të blejë 1000 raketa të tjera, që t'i ketë rezervë. Por ama ti 120 raketa i ke gjendje që t'i godasësh, që t'i lëshosh. Dhe pastaj të duhet kohë që këto 120 raketa, pra këto 120 shtrate lëshimi që ke ti ngadalë, i duhet 2 orë gjys që ti rizëvendësoj. Pra i lëshuan 120 raketat e para, ty të duhet 2 orë gjys me sistemin Arrow që ti të futesh, ti bësh gati edhe 120 tjerat. Dhe çdo kush që ta lëshon në këtë aspekt, pra e marrim Rusinë në këtë aspekt kundrejt Gjermanisë. Atëherë di që ti ke 120 të gatshme për të lëshuar, sepse kaq janë 3 sisteme. Ekzemse të 3 sisteme ti ke në gatishmëri lufte. Atëherë për të lëshuar këto 120 raketa, ai çfarë do të bëj? Ai do të lëshojë ty 60 cop raketa. Falso. Pra për këto 60 cop ti do harxhosh 120 raketat e para. Pra niset brezi i parë. Pas 5 minutash ose pas 10 minutash ai të lëshon brezin e dytë për 60 raketave, pas 10 minutash brezin e tretë, pas 10 minutash tjera brezin e katërt për 60 raketave. Pra ai mund të lëshojë ty ta zëm 300 raketa në 5 breza me nga 10 minuta. Dhe çfarë bën? Sepse bëhet kjo në 5 breza me nga 10 minuta, sepse në brezin e parë të lëshon këto dhe identifikon në brezin e dytë me anë të satelitëve të tij, ai identifikon se ku ke ti vendodhjen e këtyre sistemeve. Dhe në brezin e dytë të dërgon 60 raketa të tjera, në këto 60, 40 janë raketa falso, sepse ai ti mund ta nuk e di se si mund ta kesh ti veprimtarinë tënde të gatishmërisë luftarake. Në këto 20 vetëm janë raketa që janë tamam. Dhe kështu fillon dhe kështu funksionon, pra vetëm e para janë komplet 60 falso, në brezin e dytë janë 40 me 20, në brezin e tretë i ke sërish 40 me 20. Por kur të mbritet brezi i tretë, pra pas 30 minutash, ai pothuajse e ka identifikuar totalisht vendodhjen e lëshimit të raketave të tua. Dhe në këtë moment të lëshon raketat e tua në këtë vendodhje dhe të kap ty duke mbushur sistemin tënd. Pra ta eliminon sistemin. E njëjta gjë ka ndodhur me raketat Patriot në Ukrainë. Pra është i njëjti sistem që ndodh. Rusët kanë lëshojnë këta dronët në fillim, që i keni parë, pra këta dronët, dhe sistemet patriote lëshojnë. Në momentin që lëshon sistemi Patriot, nga 500 ditë janë dakor, po idhen. Dhe sistemi Patriot kundër sulmon kundër dronit. Reagon. Në këtë moment që lëshon dronin ai, pra dronin e lëshon gjysmore përpara. Dhe shef reagimin e sistemit Patriot dhe ku është vendosur sistemi Patriot, sepse arrin ta zbulojë sepse ka zbulim strategjik. Dhe në momentin që përcakton kur sistemi Patriot, atëherë çfarë bën? Drejt këtij sistemi Patriot, duke ditur që një sistem Patriot i ka 12 raketa, drejt këtij sistemi Patriot ai çfarë bën? Ai nis 24 raketa. Nga këto 24 raketa, 22 raketa janë raketa falso, pra raketa që vetëm 2 janë raketa tamam dhe këto 24 raketa ai ti nis me këtë sistem kohor, pra duke nisur nga 3 minuta ose 5 minuta diferencë kohe. Ti ndan në mënyrë që ti të lëshosh sistemet Patriot dhe ti e ke harxhuar sistemin raketat e tua. Dhe në momentin që ty të duhet për të mbushur gjysmore sistemi Patriot, atëherë 3 brezat e fundit kanë mbritur dhe në këtë mënyrë arrin të eliminoj sistemet Patriot që ka Ukraina. Pra e njëjta gjë ndodh nesër edhe me me Gjermaninë, sepse mbrojtja kundër balistike ti kërkon për çdo minimalja 2 raketa të lëshosh. Pra, dhe këto raketa janë shumë të shtrenjta, nuk është se Gjermania mund të porosisë 1000 raketa, këto nuk prodhohen brenda ditës. Pra ka një problem shumë të madh edhe për prodhimin e tyre, për mirëmbajtjen e tyre, për depozitimin e tyre. Pra të gjitha këto kërkojnë një angazhim të madh. Aero 3-shi, po drejtëm. Pra, kjo është në një rast të veçantë, por ama do kemi që parasysh që kjo nuk mund të funksionojë vetëm. Edhe në Izrael, Aero 3-shi funksionon bashkë me Aero 2-shin, funksionon bashkë me raketat Patriot, funksionon bashkë me Davis Link, funksionon bashkë me THAAD. Pra ka 4 sisteme që mbulojnë njëra tjetrën, sepse ti në rast se e bazon vetëm mbi këtë, sistemi THAAD, edhe sistemi THAAD që kanë izraelitët, nuk është izraelitët, është amerikanë, që kanë instaluar amerikanët atje, është për raketa balistike. Edhe Aero 3 është për balistike. Edhe Aero 3 është për raketa balistike. Kurse 2 sisteme tjera nuk janë për raketa balistike, por ama ti mund t'i përdorësh kundër raketa balistike në momentin që ato hyjnë në atmosferën, për arsye se sistemi Aero 3 dhe sistemi THAAD e godasin raketën balistike jashtë atmosferës së tokës. Pra pa hyrë në atmosferën e tokës. Pa hyrë akoma në atmosferën e tokës. Ky është qëllimi i përdorimit të këtyre sistemeve Aero. Pra janë egzoatmosferike, quhen. E qartë. Pra përtej atmosferës së tokës. Dhe këtu është se në moment që hyn në atmosferën e tokës, pothuajse është e pamundur. Por edhe mbi atmosferën e tokës është ky që tham kjo mbi ngarkesa që ai të bën.
Kështu që në një aspekt nesër të një përplasje, pra në rast se mbesemi të përplasja midis Evropës, është e pavlefshme ky sistem. Dhe është nga sistemet e para i cili do të goditet dhe është e kollaj për të goditur me anë të raketave balistike që posedojnë rusët, pasi kanë raketa me shumicë dhe sasi të madhe vazhdojnë të prodhojnë. Pra sasia e raketave që ata kanë e te i kalon çdo lloj mbrojtje kundërajrore sot të mundshme në Evropë, edhe në rast se aplikojnë sistemin Arrow 3 të gjitha shtetet e Evropës. Sigurt ti aplikojnë. Absolutisht, është e pamundur. Pra është e pamundur në këtë sot për sot, në këtë që kemi. Nesër ti mund të rrisësh kapacitetet tua, po sot për sot, deri në vitin 2030, siç pretendon Evropa që të hyjë në një luftë me Rusin, e ka të pamundur të realizojë këtë mbrojtje kundërajrore. Pra kjo është ideja e funksionimit të mbrojtjes kundërajrore. Ai ta mingarkon dhe ti i harxhon dhe pasi harxhon ti je ndërkohë Dritan për raketa Taurus se më kujtua. Ajo to ishin raketa. Gjermania ka raketa Taurus, sa kanë dispozicion ose domethënë ka vetëm Gjermania Taurus apo janë të pajisura? Jo, janë vetëm prodhim gjerman, ka vetëm Gjermania raketa Taurus, janë raketa Krus, nuk janë raketa balistike. Aktualisht Gjermania, sipas të dhënave që kanë dalë, ekziston vetëm posedon diku rreth vetëm 400 cop nga ato. Mund të lëshohen nëpërmjet avionëve Dritan se këtë nëpërmjet avionëve lëshohen ato. Nëpërmjet avionëve, por distanca atyre është diku rreth 550-600 km, pra nga Gjermania deri në Rusi janë diku rreth mbi 2000 ca kilometra. Është e pamundur, prandaj është ti edhe këto raketa është e pamundur që ti të godasësh objektiva në territorin rus. Nga Gjermania. Për të goditur të objektiva në territorin rus, ti duhet të hysh në territorin ukrainas, pra në hapësirën ajrore ukrainase. Më që hyn në hapësirën ajrore ukrainase, atëherë duke mos pasur mbrojtje kundërajrore, çdo lloj avioni që hyn në këtë hapësirë ajrore kundërajrore është një mision vdekjeprurës. Pra është mision vetvrasës, nuk ka asnjë lloj mundësie që të funksionojë ose të realizohet. E qartë, jo, vetëm Taurus kemi në Europë, Britan. Vetëm Taurusi është aktualisht që ka goditjen më të madhe, pra rrezën më të madhe. Të gjitha tjerat pastaj nuk kanë rrezën e Taurusit. Ndërkohë Dritan pash një lajm për 3000 trupa franceze që shkojnë në Rumani për stërvitje, por nuk e di çfarë ishte, po më bëri shumë përshtypje. Se nisur nga fakti që Macron vazhdimisht para një muaji këtu kemi folur për faktin që Macron e shtyn dhe e nxit vendosjen e trupave ushtarake në Ukrainë. Çfarë po ndodh? Problemi i Francës, Franca ka një përplasje të madhe me Rusin. Dhe kjo përplasje që po ndodh edhe për shkak të Afrikës, pra baza është Afrika. Dhe francezët duan të shkaktojnë të njëjtat probleme që rusët ju kanë shkaktuar francezëve në Afrikë. Aktualisht rusët pse çfarë ka ndodhur? Në Afrikë kemi një luftë tjetër që po zhvillohet në Afrikë. Pra ajo luftë që po zhvillohet sot në mënyrë verbale midis dhe me proxy aktualisht midis Perëndimit dhe Rusisë në Ukrainë, ku Ukraina po përdoret si proxy për Perëndimin. Aktualisht në vendet e Afrikës, kryesisht në vendet e Sahelit, kemi një përplasje midis Rusisë dhe vendeve të Sahelit me grupet xhihadiste dhe grupet ekstremiste, të cilat sponsorizohen aktualisht nga Perëndimi, i cili deri dje e kishte koloni këto vende, pra ishin koloni të Francës dhe pothuajse për një vit e gjysmë ose 2 vjetësh Franca është përzën nga këto vende dhe kanë hyrë forcat ruse në këto vende. Pra ka hyrë Rusia. Pra po thuan janë në përplasje. Është një përplasje e pastër, diplomatike, ushtarake dhe politike në Afrikë për posedimin e Afrikës, ku francezët, gjermanët, anglezët dhe amerikanët janë përzën totalisht që andej, pra kanë larguar gjitha bazat ushtarake të gjitha nga Afrika. Kanë filluar dhe aty kanë filluar ndërtojnë, kanë hyrë forcat ruse me këto shtete afrikane. Prandaj përplasja e Francës me Rusinë është në disa dimensione. Po. Nuk është vetëm në aspektin dhe francezët kërkojnë të fusin forcat tyre në Odesa, pasi duan të bëjnë në 1914 francezët e kanë pasur Odesën dhe fuquan forca. Po. Dhe rusët luftuan me forcat franceze atje dhe rimorën Odesën nga forcat franceze në 1914. Francezët mendojnë se mund të hyjnë sërish dhe ta marrin Odesën ata nën kontroll, pra të shkaktojnë Rusisë në Ukrainë të njëjtën gjë që Rusia po ju shkakton atyre në Afrikë. Pra është kjo ide. Prej pothuajse 2 vitesh, Franca ka të dislokuara në Rumani 1500 forca, janë të dislokuara në mënyrë permanente dhe në fund të nëndorit, të këtij nëndori që shkoi, Franca organizoi një stërvitje
me forcat rumune, ushtarake rumune të quajtura Dacia Fall. Pra Dacia është emri i vjetër i Rumanisë dhe vjeshta e Dacias, pra. Po. Dhe vendosi të çojë edhe 1300 forca të tjera që i përkasin brigadës së 7 të motorizuar dhe të blinduar të ushtrisë franceze. Këtë e bëri për dy arsye. E para, për të rritur numrin e forcave të saj atje, pra numrat aktualisht ka vajtur në 2703.000 forca, është numri i forcave aktualisht franceze në Poloni, në Rumani, më falni. Por qëllimi i saj ishte për të parë dhe për të testuar zhvendosjen e shpejtë të forcave të blinduara dhe të motorizuara në rast të një lufte. Gjithë ky zhvendosje mori rreth 12 ditë për zhvendosjen e këtyre 1300 forcave, pra sepse vinte ajo që thash që është tepër e vështirë që të zhvendosësh forcat. Po. Për të zhvendosur tanket Leclerc edhe artillerinë tjetër, edhe katër helikopterë që posedon kjo forcë, u deshën kjo brigadë, u deshën 12 ditë dhe lëvizja erdhi nga Greqia, pra forcat vajten me anije deri në portin e Selanikut. Pastaj nga porti i Selanikut deri në Rumani, duke kaluar nëpërmjet Greqisë dhe nëpërmjet Bullgarisë, u deshën 11 kolona ushtarake. 11 kolona ushtarake që këto forca të mbërrin aty u deshën 12 ditë. Prandaj vim ajo që zhvendosja është e pamundur që ti sot të arrish të zhvendosësh forcat, pasi kapaciteti i zhvendosjes së forcave ushtarake nga ana e Francës është i vogël, nga ana e Evropës është i vogël. Në këtë aspekt do të kishte nevojë për një zhvendosje strategjike të forcave, por vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës në NATO kanë kapacitete strategjike të zhvendosjes së forcave, pra kanë kapacitete logjistike strategjike. Duke përdorur, pra me avionët e tyre të mëdha, ata mund të zhvendosin 10-12 avion njëkohësisht, të çojnë trupat brenda disa orësh. E qartë. Kurse pjesa tjetër e Evropës nuk ka kapacitete strategjike logjistike në dispozicionin e saj. Për këtë arsye është detyruar të përdorë rrugët, kalimet e tjera gjëra dhe 3000 forca janë dritan për aktualisht janë 3000 forca. Atje ka një prapavi kjo vendosje e forcave franceze. Unë mendoj që ka një prapavi kjo vendosje e forcave franceze, sepse francezët mendojnë realisht, pra Macroni mendon realisht se Franca do të rihyjë sërish në Ukrainë, ashtu siç bëri dikur Napoleoni, dhe duke mbajtur në Rumani forcat, në rastin që më të parë ata mendojnë që rusët do të bien pre këtij mashtrimi të këtyre pikave që kanë ofruar Trumpi, pra që dhe Bashkimi Evropian, që rusët të pranojnë që të vendosen forca paqëruese evropiane në Ukrainë. Dhe për këtë arsye, në momentin që kjo arrihet, atëherë francezët i kanë 3000 forca dhe i zhvendosin menjëherë në territorin e Ukrainës, pra kurse të tjerët nuk i kanë dhe nuk i kanë të gatshëm dhe nuk kanë. Nuk ka lidhje me një vendim të Rusisë për të marrë Odesën, siç folëm herën e fundit? Aktualisht akoma nuk ka një vendim të Rusisë për të marrë Odesën. Plan Shiko, në detajet, në sirtarët e forcave e shtabit përgjithshëm të ushtrisë ruse, unë mendoj që ekziston plani, jo i sotëm, po ekziston plani më përpara për marrjen e Odesës dhe tyre territoreve që quhen si Nova Rosia. Nuk e përjashtoj atë që ata e kanë bërë këtë plan, është një plan i cili edhe updatohet për ditë me ndryshimet e ndryshme që ndodhin në terren, me ndryshimet e forcave, ndryshimin e lëvizjeve të trupave. Por 3000 forca ruse, 3000 forca franceze do të jenë mish për top në këtë rast, në rast se ato do të hynë për të mbajtur Odesën nga rusët. Pasi 3000 forca nuk kanë asnjë mbrojtje, pra kanë vetëm tanke, autoblinda dhe 4 helikopterë, por nuk kanë asnjë mbrojtje kundërajrore, nuk kanë asgjë. Pra nuk mund të mbrohen asnjë moment nga raketat ruse, nga goditjat e raketave balistike ruse që janë ato me rrezet mesme veprimi dhe me rrezet të shkurtër veprimi. Pra kemi raketat Iskander me 250, 300, 500 kilometra. To e pothuajse e zhbëjnë dhe shkatërrojnë të forcë për 3000 vetash që nesër francezët pretendojnë ta fusin në Odesa, në rast se mendojmë që do ta fusin për të përballur me forcat ruse. Unë nuk mendoj që këtë do ta bëjnë francezët, sepse është një mision totalisht vetvrasës dhe do t'ju ndodhi francezëve një ajo që i ndodhi stërgjyshëve të tyre në 1860-ën, në kohën e Napoleonit, ku shkoi në Rusi me 600.000 forca dhe u kthye me 40.000. Edhe këta mund të hyjë Macroni me 3.000 forca në Ukrainë, por mund të kthehet vetëm me 40. Dritan, ndërkohë jo rastësisht e solla punën e ushtarëve francezë apo sistemit që ka marrë Gjermani. Të mbetëm mbate kjo,
një gazet franceze, të më falni se harrova emrin, një gazet franceze, jo e dorës parë, pra ishte francez e kategorisë dytë, kishte nxjerrë një lajm para një jave dhe ku thoshte që aktualisht Franca është duke vaksinuar të gjitha forcat e saj tokësore për vaksinën e tifos. Vaksina e tifos përdoret për forca cilat kryesisht mendohet se do të shkojnë në një luftë të llogore, pra të mbesen nëpër llogore dhe aty pislliku gjëra dhe tifo. Dhe medaljen e kësaj tifos. Po, dhe medaljen e kësaj, e këtij lajmi, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë franceze kërkoi të censurojë lajmi. Pra do të thotë që lajmi është i vërtetë dhe Franca po mendon të çojë trupa atje në një formë ose në një tjetër. Pra jo vetëm këto 3000, po edhe pjesën tjetër që ka në Francë. Sinjale shumë të domethënëse janë dritanë, me thënë drejtën. Për sa i përket mundësisë një lufte, kemi dëgjuar general që flasin për një luftë në 2026, në 2027. Britania po përgatit shtretër në shtetër spitale. Mund të përgatisin sa të duan, mund të përgatisin, Franca, nuk kanë kapacitete. Gjermania. Pavarësisht saj nuk kanë kapacitete. Në rast se duan ta provojnë, është një aventurë e cila do t'i marrim qaf ata, Evropën dhe NATO-n së bashku. Pra, në rast se do të kemi një përplasje të çfarë do lloj vendi të NATO-s me Rusinë, në çfarë do lloj kapaciteti të jetë ajo. Kjo do të sjellë zhbërjen totalisht të NATO-s dhe zhbërjen e Bashkimit Evropian. Pra ajo NATO që juve shihni sot nuk do të ekzistojë më nesër dhe ky Bashkim Evropian që neve po vrapojmë kaq shumë të futemi brenda për arsye se ata na duan, se na duan na përdorin për ushtar nesër në Ukrainë, do të zhbëhen shumë shpejt. NATO do të bien si një kështjell prej rëre. Dritan, edhe nëse aty do jenë se hezitimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, le të themi, apo ka dalë të paktën së fundmi nga Der Spiegel, më duket se kishte, që thoshte që ka një telefonat, informacioni i cilës ka rrjedhur në media, thuhet që presidentit i është thënë presidentit Zelenski që të ketë shumë kujdes në ditët në vijim, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë trajtuar Ukrainën edhe Europën. Dhe kjo bëhet fjalë në një konferencë ndërmjet presidentit Francës, kancelarit gjerman, presidentit Finlandës dhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s dhe Zelenskit. Pra ky është nga Der Spiegel, i cili parajmëron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë trajtuar Ukrainën edhe Europën. Nuk e keni idenë sa krenar do ndjej Goebbelsi po të shifte sot median perëndimore, se sa ka përparuar që nga koha e Goebbelsit. Pra këto janë teori goebbelsiane që këta i ndajnë. Është një lojë mashtrimi shumë e bukur që dirigjohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dirigjohet nga vetë SBA apo thua? Absolutisht. Dhe Evropa, duke qenë se është vasale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktualisht tashmë totalisht një vasale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çfarë do lloj gjëje, nuk bën gjë tjetër vetëm se po loz rolin e radhës, të cilën e ka caktuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shumë e thjeshtë. Po, le të marrim të dyja. Pra, në një pikë kemi Ukrainën dhe Zelenskin, në tjetrën kemi këtë Evropën e çmendur që kërcënon për luftë. Ukraina dhe Zelenski, Ukraina e Zelenskit dhe Ukraina me Zelenskin është një entitet i cili është i varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çdo gjë, edhe për bukën e gojës që janë sot. Bukën e përditshme që kanë, për fishekun që përdorin. po. Për çdo lloj armatimi, municioni, se çdo gjë që ka të bëjë me luftën, me ushtrinë, edhe me jetën civile, sot është e varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga paratë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin, nga informacioni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin, nga municioni dhe armatimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin. Pra janë totalisht të varur nga kjo. Dhe në rast se do ekzistonte me të vërtetë kjo tradhtia, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mjafton të ndërprisnin këtë. Pas një javë ushtria ukrainase nuk ka më Po mbase ky është para emrimi. Shohim, prisni, ta mbarojmë. Pastaj e shohim. E dyta, vim te Evropa. Evropa që los rolin e një të çmenduri që kërcënon që ne do të sulmojmë Rusinë, pra me goditje preemptive, pra paraprake, sepse ne mendojmë se ata do na sulmojnë. Parandaluese. Po parandaluese, quaj si të duash, paraprake, parandaluese. Përja emrin si të duash. Është një lojë e çmendur që po e përdor sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës Evropën në këtë mënyrë, në mënyrë që t'i thonë rusëve, shikoni, pranoni këtë ofertën që po japim neve, sepse neve jemi të arsyeshmit. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e nxjerr veten sikur këta janë të arsyeshmit. Evropa është e çmendur. Ukraina, edhe pse varet totalisht nga neve,
nuk e komandojmë dot, pra nuk e menaxhojmë dot, është e pamenaxhueshme. Ndërkohë që nuk ekziston kjo dhe të bëhet kjo që juve firmosni këtë që po ju japim neve, pra pranoni këtë që ju japim neve, se kujt dihet se ç'ndodh nesër me europianët, se këta janë të çmendur, e shef do bëjnë luftë me juve, do ju sulmojnë. Pra kjo është e gjitha një lojë dhe një propagandë shumë interesante dhe shumë qesharake që po ndodh. Normalisht në këtë propagandë, në këtë lojë janë edhe rusët, sepse edhe rusëve ju intereson kjo lloj loje, ju merr kohën sa duash, edhe ata paraqiten në opinionin diplomatik botëror, sikur janë të hapur për çdo lloj negociate, për çdo gjë, hajde bisedojmë, hajde bëjmë, pra lozin këtë lojtarin e moralshëm që ne s'kemi asgjë, ne jemi të hapur për çdo lloj bisede. Dhe hajde bëjmë biseda pafund, se nuk na prish punë bëjmë biseda. Ndërkohë që e kanë përcaktuar qartësisht që ata do t'i realizojnë të gjitha objektivat e tyre në terren. Pra ata do vazhdojnë luftën pa ndaluar dhe çdo bisedë është e pavlerë. Prandaj them që çdo gjë në këtë mes kemi vetëm dy aktorë, rusët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelenski, Ukraina, Evropa janë figurant në këtë teatrin që luhet midis tyre të dyave. Që teatr që deri ku po shkon Dritan, nëse është teatr. Teatr që po shkon sepse atëherë pse është teatr? Nuk është matje forcës dhe fuqie në Nuk ka më matje forcës dhe matja e forcës u bë. Matja e forcës ka 3 vjet që bëhet. Pra në rast se nuk e keni kuptuar këtë, atëherë më vjen keq se s'keni për të kuptuar mas atë çka për ndodhur nesër. Ka 3 vjet që matet kjo forcë. NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë perëndimi e tentoi këtë forcë dhe e humbi. Sidomos në prej vitit 2023 humbi çdo lloj ofensive që bëri ndaj Rusisë në Ukrainë. Nuk arriti ta ndali, nuk arriti ta mundi, nuk arriti ta kundërshtojë dhe të bëjë asgjë. Dhe vetëm po humb për ditë. Pra, forca u testua. Matja e forcës u bë, nuk ka çam mat më tepër, sepse sot Evropa dhe Amerika së Bashkuar nuk kanë kapacitete të tjera ushtarë të japin më Ukrainës që ta mbushin. Ukraina sot nuk ka njerëz që të bëjë luftë. Evropianët nuk janë të gatshëm që të çojnë njerëzit e tyre për të luftuar për Ukrainën, po duan që Ukraina të luftojë deri në ushtarin e fundit që këta të arrijnë objektivat e tyre strategjik. Pra nuk e ka këtë ka mundësi, ka mbaruar ajo çështje. Ka mbaruar Dritan në Pokrovsk fjala vjen. Si është situata? Shikoj, mos shihni se ne juve po merrni vetëm Pokrovsk. Ka mbaruar në Pokrovsk është sot në duart e Ukrainës, në duart e rusëve. Është në duart e rusëve sot? Absolutisht, në duart e rusëve. Nesër Minogradi pra nuk bëhet lla vetëm për një Pokrovsk, bëhet lla për gjithë vijën e frontit që është për 1300 kilometrash. Rusët kanë përparime të përditshme. Pra nuk është shaka. Pra, aktualisht po të krahasojmë, unë po ju marr vetëm një krahasim të vogël, vetëm në sipas Ukraina Pravda, vetëm në muajin nëntor, rusët kanë marrë 760 km2 territor. Dakor. Por ama, le të marrim luftën që ndodhi në Gaza. 250 është Gaza, km2. 2 vjet. Izraeli me gjithë fuqinë e tij, i mbështetur nga gjithë NATO, bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk arriti ta merrte Gazën dhe nuk arriti ta shuante Hamasin, e cila Hamasi nuk ka asnjë kapacitet që ka sot Rusia. Pra kjo është zgjat. Dritan, pra është shumë e thjeshtë. Një pyetje se do kthehemi prap këtu, po më bëri përshtypje që një generali McGregor me çpash, dhe këtë dua thash ta diskutoj me ty. E konsideronte Pokrovskun si, domethënë, për faktin që e kishte marrë sot është në duart e Rusisë, e konsideronte një humbje të madhe për shkak se përfaqëson sipas tij përzaon një nyje qendrore të vijës frontit. A është e vërtet kjo? Shiko, do të kemi gjë parasysh. Aktualisht rusët kanë sulmuar 9 objektiva kryesor, 9 qytete të ndryshme në Ukrainë. 2 i kanë marrë nga këto, pra janë në 7 të tjera, pra Kupiansku dhe Pokrovsk janë marrë. Çdo lloj objektivi që është duke u sulmuar është një kryqëzim për një zonë të caktuar. Pra, është një kryqëzim për çdo zonë të caktuar. Atje në zonat që zhvillohen luftime. Nuk është se ka lidhje, po themi, Pokrovski rënja e Pokrovskit me rënien e frontit, se pak a shumë Jo, nuk ka lidhje rënja e Pokrovskit, pra ka lidhje me rënien e një pjese të frontit. Pra, e një pjesë asaj dhe jep mundësi rusëve të avancojnë më tutje. E qartë. Pra, e njëjta gjë, pra nuk është se po ra njëra nga kjo do bjerë gjithë fronti për 1300 kilometrash. Kam jo, ishte një sipas tij është një nga kolonat e rëndësishme të frontit. Është një, po kolonat janë shumë. E qartë. Ajo është një. Kryesorët janë 9. Pastaj në rast se do t'i ndajnë përfshi edhe zonat e tjera, shkojnë diku mbi rreth 18-19 pika kryesorë, të cilat rusët i kanë parashikuar në ofensivën e tyre, të cilat kanë nisur, po të shohësh,
Për të marrim hartat dhe t'i shohim një nga një, zonë më zonë, se si po funksionon, atë ta shihni që për çdo pikë rusët godasin një pikë strategjike të shpërndarjes dhe të grumbullimit të forcave, dhe po të shohësh të gjitha pastaj lëvizjet e tjera bëhen rreth kësaj, pra për të eliminuar këtë. E qartë, është strategji. Pra kjo është strategjia e luftës, është normale. Nuk është se ra Pokrovskë dhe ra 1300 km front. Jo, ra një nga pikat e rëndësishme ra një nga pikat në këtë dhe cila i mundson rusëve që të përparojnë më shumë në Donetsk. Pra, të arrin të marrin edhe atë 15% që u ka mbetur pa marrë. Po nuk është vetëm Pokrovskë, pra ka edhe 2-3 të tjera të tilla. Kryesorja për rusët është Guliapoli, që është këtu poshtë, edhe është këtu në Zaporizhë, në zonën e Zaporizhës, pra që ku ata kërkojnë të përparojnë. Pasi Donetsku dhe Luhansku është pothuajse marrë, Donetsku do të merret, pra nuk ka në gjë. Kryesore dhe strategjike për Ukrainën janë çështja e Zaporizhës dhe Kersonit. Në rast se këto merren, atëherë këto, sepse në rast se ti del mbi Zaporizhë, pra rusët duhet marrin zonën e Zaporizhës dhe marrin edhe këtë. Dhe në rast se marrin këto, atëherë këta prej këtu do të lëvizin njëkohësisht në drejtim të Odesës nesër, sepse të gjitha rrugët që vijnë, pavarësisht se ti je shef, kjo është Moldavia, rrugët kryesore që vijnë nga Kievi për në Odesa kalojnë këtu, në këtë zonën këtu. Pra në rast se ti e merr këtë, atëherë ç'a bëhet? Të gjitha këto rrugët e kalimit, të furnizimit të Odesës, mbeten nën zjarrin e artillerisë ruse. Pra, deri në 75 km aty dhe po edhe të raketave balistike Iskander që kanë me rrezet mesme veprimi nga 250 deri në 300 km. Pra, sa më shumë territor të marrin, aq më tepër dhe ti komplet zonën e furnizimit, pra komplet vijën logjistike e ke nën zjarrin e artillerisë tënde. Dhe këtu është problemi, pra të kushton më lirë, edhe sot do thuash ti se këta e bombardojnë, po e bombardojnë këto, po e bombardojnë me raketa, cilat kushtojnë me raketa që shojnë nga avionët, me raketa balistike me rrezet gjatë veprim që kushtojnë shumë më shtrenjtë. E duan më shumë kohë të prodhuar. Kurse ti kur e mbulon me artilleri, atëherë ke shumë më kollaj duke mbuluar për ditë dhe e bën të pamundur furnizimin dhe e bën më të lehtë ecjen e forcave të tua. Pra kjo është ideja e luftës dhe e përparimit në territor. Pra që ti krijosh mundësi forcave tua dhe të krijosh pamundësi të armikut që ai të zhvendosi forca me sasi të mëdha në kohën e duhur që atij i duhen, duke mbajtur atë gjatë gjithë kohës nën presionin e zjarrit tënd. E qartë, drejtën e qartë. Po t'i kthemi atij teatrit që folëm dritan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas një lajmi, po largohet nga Europa, sepse Europa do të jetë mirë me më pak trupa amerikane. Këto e thot Aleksus Grynkevic, që është një nga komandantët e rëndësishëm të NATO-s. Komandanti suprem i forcave të NATO-s në Evropë, për Evropën. Pra nuk është një personazh periferik. Amerikanët, në realitet, trupat amerikane po largohen nga trupat amerikane janë larguar me kohë nga Evropa, nuk janë larguar sot. Po shkon drejt Indo-Pacifikut. Do kemi një parasysh, në përfundimin e luftës ftohtë, Amerika kishte 300.000 forca amerikane në Evropë. 300.000. 300.000. Në përfundimin e luftës ftohtë. Pasi u shpërbë Tratati i Varshavës në 92-shin, amerikanët hoqën dhe lanë vetëm 30.000 forca. 30.000 forca. Dakor? Deri tani ka qenë 30.000. Jo, nuk ka qenë 30.000. Nga 2017 deri në 2021, amerikanët hoqën dhe i kanë lënë diku të rreth 15.000 forca. Pra një divizion kanë lënë sot amerikanët aty. Po. Një divizion amerikan, i cili është më shumë logjistik, shërbime logjistike, nuk përbën asnjë gjë në këtë. Pra se ikën këta 12.000 forca, as ngre pesh, as ul pesh, në një përballje nesër me Rusin, pra 12.000 forca, cilat nuk janë edhe të tëra forca ushtarake. Ajo çfarë po mundohen të bëjnë amerikanët është, siç thash, pra po lozin këtë teatr në cilin kanë futur këta dy figurantët, Evropën dhe Rusin, për të lozur këtë teatr, sepse amerikanët po mundohen që të menaxhojnë fundin e luftës. Aktualisht amerikanët janë të vetëdijshëm që luftën Evropa dhe NATO me Rusin në Ukrainë ka humbur. Pra lufta është e humbur, është e fituar nga rusët. Nuk ka asnjë kapacitet sot që ti t'ia marrësh ato territore që ta kanë marrë. Nuk ka asnjë kapacitet që ti ta detyrosh Rusin të tërhiqet nga këto territore ushtarakisht me forcë. Pra kjo ka mbaruar. Dhe për këtë janë të vetëdijshëm. Amerikanët edhe evropianët janë të vetëdijshëm për këtë gjë. Totalisht. Amerikanët kanë hyrë këtë lojë tashmë për të mundur të menaxhuar fundin e kësaj lufte. Sepse në fund fare, pavarësisht se lufta do fitohet në terren, në fund fare sërish do të ketë një tavolinë. Rusët duan ta mbajnë të tavolinë për arkitekturën e re të sigurisë evropiane, ndërsa
Amerikanët duan që ta kenë këtë tavolinë fund kësaj lufte për të menaxhuar fundin e kësaj lufte dhe të garantojnë vazhdimsinë e NATO-s dhe ekzistencën e Bashkimit Evropian si bashkim evropian. Pra është objektiv strategjik ruajtja e Bashkimit Evropian. Ruajtja e Bashkimit Evropian për Shtetet Bashkuara të Amerikës është objektiv strategjik ekonomik. Sepse në rast se Bashkimi Evropian shpërbëhet, atëherë vende të ndryshme nuk kanë pse bëjnë marrëdhënie ekonomike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po i bëjnë marrëdhëniet e tyre një nga një me shtete ndryshme, me Kinën, me Rusinë sipas interesit. Dhe kjo e cënon ekonomikisht hegemoninë amerikane, ndërsa në rast se ti si funksionon si organizimi i përbashkët si Bashkimi Evropian, me vendim Bashkimi Evropian, atëherë ti je detyruar që komplet këtë tregtin ta bësh me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra atë tregti që mori përsipër të bëjë Ursula von der Leyen me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra këtu është gjithë problemi. Dhe e dyta, në rast se ti bën marrëveshje, pra shpërbëhesh, dhe çdo shtet bën një marrëveshje nesër me Rusinë, nuk ka rrezik nga Rusia, atëherë ai nuk investon në industrinë e vet ushtarake, nuk investon në forcat ushtarake, por mban një forcë ushtarake aq të mjaftueshme sa ti duhet për të ruajtur territorin e tij nga fqinji. Po jo nga Rusia, ndërsa një bashkim evropian, i cili kërkon të militarizohet sepse nesër mund të sulmojë Rusia, ku do t'i prodhojë, ku do t'i marrë këto armatime, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës e shohin Bashkimin Evropian të qëndrueshëm për hegemoninë e tyre ekonomike, sepse në rast se këta shpërbëhen, atëherë do t'hy Kina. Para 2 javësh, para 1 javë Macroni ishte në Kinë. Po. Dhe e ftoi i tha në sy Xi Jinping, para gjithë kamerave që ftoi biznesi kinez të vitë investojë në Francë. Pra hajde një investoni në Francë. Po. Pra kjo është e frikshme për amerikanët. Amerikanët duan që ta bllokojnë Kinën në Azi, ndërkohë që Macroni thotë atyre hajdeni në Evropë. E kuptoni se ç'ndodh nesër me shpërbërjen e Evropës? Për këtë arsye amerikanët duan patjetër që ta mbajnë Evropën të bashkuar dhe që të qëndrojë Evropa e bashkuar dhe të ketë një mundësi gazi është edhe ekzistenca e NATO-s. Në rast se njëra nga këto shpërbëhet, tjetra do të shpërbëhet dhe amerikanët janë humbësit më të mëdhenj në këtë pikë. Jo se do të vinë rusët, nuk vinë rusët këtej. Nuk kanë rusët ç'a bëjnë në Evropë, nuk e duan Evropën për asgjë. Ty afalësh thotë nuk jam i bindur që nuk duan ta shohin me Evropën dhe duan t'ia dinë për të. Sepse nuk mund ta mbajnë Evropën. Rusia sot nuk funksionon në bazë të ideologjisë politike, partijake, pa siç kishim atëre komunizmin ose socializmin. Në vendet socialiste nuk ekziston më kjo. Nuk është më Bashkimi Sovjetik. Shumë tezë interesante kjo e Macronit. Absolutisht. Që po i hap portat Kinës. Po shkoi e tha, e ndëgjuam të gjithë. Pra nuk është se po e them unë. Para 2 ditëve. Para 2 ditëve po. I tha, hajdeni dhe investoni në çfarë në teknologji. Neve jemi të hapur që ju të ngrini. Duhet ka përcejmë diferencat e mëdha. Mendimin tuaj. Pra nuk vajti Strokiti në Amerikë, ti thoshte i ka vajtur sa herë në Amerikë dhe nuk i tha Trumpit hajde në investoni të kapërcemi diferencat që kemi me Kinën dhe me Rusinë. Jo, po shkoi tha Kinës hajde të kapërcemi diferencat, po diferencat me kë? Ndërkohë që SBA-ja kërkon izolimin e Kinës. Pra prandaj po them që këtu është ky problemi dhe prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen ta përdorin Evropën dhe Ukrainën për të bërë atë control damage. Pra një dëm i të kontrolluar. Pra dëmi është bër, u bë. Dhe tashmë hajde ta mbajmë të dëm në mënyrë të kontrolluar që të mos shkaktoj dëm më të madh, sepse ndryshe do të çojmë në zhbërjen e këtyre 2 entiteteve, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe kjo do të thotë fundi hegemonisë amerikane në Evropë dhe në këtë pjesë të botës. Dritan, ne po të hapim këtë, po do ta lë për herës tjetër këtë diskutimin se dua që ta kuptojmë këtë si mund të reflektohet në Ballkan, kjo se ka patur le të themi kryetari republikani në Komitetit për Europën Keith Self, i cili ka vlerësuar se Ballkani përveç Ukrainës, që është në pushtimin rus, është rajoni më i paqëndrueshëm në Europë, sipas dhe ka të drejtë në këtë aspekt që Ballkani është rajoni më i paqëndrueshëm në Europë, për arsye se kemi probleme territoriale të pasgjidhura, kemi probleme etnike të pasgjidhura, kemi probleme që kanë të bëjnë me çështje jetësore të ekzistencës të popullit, kryesisht të popullit shqiptar në Ballkan. Do të diskutojmë me herë tjetër dritan. Ajo që ka ndodhur, unë vetëm do të them ajo që ka ndodhur është turpi më i madh që ka ndodhur pardje dhe dje në Republikën e Shqipërisë dhe që po vazhdon të ndodhe sot është që treguam që nuk kemi asnjë ndjesi për interesin kombëtar. Neve përdorim interesin kombëtar vetëm kur kemi mundësi për të përfituar prej tij. Kongresin Amerikan është mbajtur pardje një seancë e posaçme për çështje të shqiptarëve në Preshevë, Medvez dhe Bujanovc, ku kongresmenët amerikanë
ka dalë një komision para Kongresit Amerikan dhe ka raportuar që shqiptarët dhe të drejtat e shqiptarëve në Preshevë, Muaj dhe Bujanovc po shkelen nga Serbia, është folur për çështjen e pasivizimit të adresave, për cilin ti ke folur shpesh këtu. Dhe është folur në Kongresin Amerikan, është mbajtur 4 orë në Kongresin Amerikan me dyert hapura, e dhënë nga mediat amerikane, ndërsa mediat në Shqipëri nuk e ka dhënë asnjëra, nuk është marrë asnjëra të merret me këtë, dhe shteti shqiptar jo vetëm që nuk ka reaguar ndaj këtij veprimi që bëri Kongresi Amerikan për mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, të drejta të cilat me kushtetutë duhet i mbrojë qeveria shqiptare dhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, e kanë të drejtë, nuk e kanë bërë, por ç'a bën dje në mbledhjen e OSBE-s, ministrja e jashtme. Kemi një ministër të jashtme që kemi tashmë, këtë kukullën që kanë çuar atje, këtë antaren e haremit të Ramës, kjo thotë që duhet të njihet Kosova, ndërkohë që nuk foli asnjë fjalë. Është ministra e jashtme drejtan. Po le të jetë ministra e jashtme, është pjesë e haremit të Ramës. Është një nga hyremet e haremit. Dhe kjo hyremi i haremit nuk foli asnjë fjalë për të drejtat e shqiptarëve, për këtë pastrim etnik që po ndodh në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, ishte në mbledhjen e OSBE-s për këtë punë, ndërkohë që Kongresi Amerikan mante mbledhje për këtë punë. Pra imagjinoni se në çdo drejtë është vëllazërim bashkimi në Republikën e Shqipërisë me vllain e tij Vučićin. Dritan, po e shënoj për sot, herës tjetër do ta diskutojmë sepse domethënë ja vlen për të diskutuar për shkak se konsiderohet sipas këtij kongresmeni konsiderohet vërtet një rajoni më i paqëndrueshëm pas situatës. Absolutisht, vetëm po e them me 2 fjalë, që me zhbërjen e NATO-s, Ballkani hyn në luftë. Është vetëm prezenca e NATO-s që Ballkanin nuk po e mban Ballkanin në paqe. Në momentin që NATO zhbëhet, nuk ka asnjë presion tjetër politik dhe ushtarak që ta mbajë Ballkanin jashtë luftës. Endri, çfarë po ndodh me luftën në Europë? Kemi patur, le të themi, deklarata të forta, qoftë admiralëve të NATO-s, po qoftë edhe ai plani për zhvendosjen e 800.000 trupave brenda 3 ditëve, ndërkohë ka patur një reagim të fortë Vladimir Putin, sidomos pas takimit me Witkoff, i cili mund të lexohet drejt për drejt si një kërcënim për Europën. Si i vlerëson zhvillimet dhe veçanërisht fokusit mbetet e deklaratat e Putinit dhe sa e mundur, le të themi, është një përplasje e mundshme? Në rasti i gjithë këtyre negociatave që po ndodhin tani, duhet parë një herë që në fillimin e vet, domethënë kemi një plan me 28 pika, i cili ishte praktikisht një plan rus, i cili pastaj ky plan vajti dhe u diskutua me ukrainasit, në cilën ukrainasit të hoqën disa pika. Pra, në ai plan të cilat ishin papranueshme, u arrit një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj ky qëndrim i Ukrainës dhe vajti pastaj edhe u paraqit po në Washington a Witkoff, dhe nuk di se çfarë përgjigje mori Witkoff, por në gjithë këtë situatë e shikojmë që Evropa është lënë jashtë. Dhe Evropa është lënë jashtë, dhe në momentin që Evropa është lënë jashtë, Putini do që ta mbajë Evropën jashtë. Pra, i thot, jam unë me Trumpin që po e zgjidhim këtë punë, ju s'keni pse përziheni. Dhe ka 2 avantazhe, në kuptimin që me sa duket Trumpi ka pranuar pozicionin e Rusisë, e cila kërkon një kapitullim të Ukrainës, dhe e dyta punës, nëpërmjet mbajtjes jashtë të po themi të Evropës, në këto negociata Putini është më i avantazhuar. Pra nuk ka një fuqi tjetër e cila mund të ndërhyjë në kërkesat e Rusisë. Kjo është arsyeja që Putini del dhe mban ato deklarata të tipit të tillë për t'i treguar Evropës që ju s'keni pse përziheni në këtë marrëveshje që unë kam me Trumpin. Po. Ne nuk duam luftë, tha, po. Dhe pra në gjithë kjo ishte në kuadër të kësaj strategji që po ndjek Putini për të arritur një marrëveshje private me Trump, kuptohet në kurrizë të Ukrainës, duke mbajtur jashtë Evropën. Ky është leximi që mund të bëhet deklaratës Putinit. Pastaj, për sa i përket vërtetësisë apo aftësisë së Rusisë për të mbajtur një konflikt konvencional, në Ukrainë, tha, po bëjmë, nuk mund të quhet luftë, tha, ne po bëjmë një operacion kirurgjikal, tha. Ama nëse vjen puna tek Europa, aty pastaj është histori tjetër.
Shiko, do më thënë, që nga kjo shpreh kuptohet që sa gënjeshtar është, nuk mund të ketë operacion kirurgjikal që zgjat 4 vjet. Nuk mund të ketë operacion kirurgjikal në cilën ke mbi 1 milion ushtar të nxjerrjes së luftimit, 1.2, 1.3, aq sa është. Nuk ke një operacion kirurgjikal kur ti nuk e kapur kryeqytetin e një vendi. Pra, e gjitha kjo është një prallë, domethënë, që i tregon, fatikisht Rusia është duke luftuar, po themi, me gjithë forcat e veta në Ukrainë, pra ai sa ka mundësi të mobilizojë për strukturën ekonomike që ka për momentin, dhe nuk ka arritur ndonjë, po themi, një rezultat. Tani mjafton të kujtojmë, në 22 qershor 1941-shin, Gjermania naziste në kohën e Hitlerit sulmoi Bashkimin Sovjetik. Dhe lufta mbaroi me ushtritë sovjetike në Berlin në 9 maj të 45-s, 8 maj të 45-s. Mbaroi lufta. Praktikisht lufta që po ndodh në Ukrainë po arrin të njëjtat afate kohore. Dhe në të njëjtën kohë Stalini arriti nga Moska, në dyert e Moskës, vajti deri në Berlin, dhe Rusia ka 2 vjet dhe nuk kapi qytet të vogël si puna e Pokrovskit, që e ka nisur fushatën që në fund të 2023, në fund 2023, dhe akoma pra 2 vjet për të kapi qytet si Pokrovski. Janë 3 javë Pokrovski nuk është një qytet si Pokrovski. Pokrovski është bazë shumë e rëndësishme. Nuk është bazë shumë e rëndësishme. Nyje shumë e rëndësishme. Po nuk është nyje shumë e rëndësishme se po ishte s'ka mundësi të rezistojë kaq shumë Ukraina në këtë pikë. Këtë e thon specialistët. Nuk është Pokrovski një vend i parëndësishëm. Është, jam dakord me ty që po vuan atë që po vuan, po përballet me atë që po përballet. Për të kundërshtuar atë që po them ti. Po dakord. Për të kundërshtuar atë që po them. A pretendon që e ka rrethuar Pokrovskin? Rusia. Po. Jo, Rusia dje, domethënë, nxorri videon në qendër të Pokrovskit me ushtar rus. Me flamurin rus aty. Po. Po pretendon gjithsesi. A mori. Atëherë, nëse për atë që thon rusët, po. Po, të bëj pyetje në thjesht. Meqenëse që nga kjo nyje kaq e rëndësishme, kaq strategjike të tjerat, a urxua fronti? Ja. Jo, ta shohim atë. Unë po them çfarë thon ekspert luftarak. E konsiderojnë një fitore shumë të rëndësishme të rusëve. Unë nuk e di se kë ekspert ushtarak dëgjon ti. General McGregor se po t'i jap emrin atë që pash. Nuk është në momentin kur ai qytet është, po themi, i rrethuar nga 3 anë, kuptohet që nuk ka atë efektshmëri si një qytet që nuk është i rrethuar në 3 anë. Dhe po të ishte nyje kaq e rëndësishme, e kupton? Do kishte kolapsuar fronti. Pra, fronti do kishte rënë dhe ata do kishin. Nuk është nyje e rëndësishme, ukrainasit e kanë bërë të qartë se çfarë strategjie po ndjekin. Nëse do të thënë. Cila është? Atëherë, pika e parë e strategjisë është nuk e mban frontin në mënyrë uniforme. Pra, fronti shpërndahet. Trupat shpërndahen në mënyrë të tillë që të mos rrezikojnë asgjësimin. E dyta është lufta elektronike kundër dronëve. E treta është, po themi, logjistika, pra mundohen që ti ndrojnë trupat shpesh, dhe aty shkojnë fundim. Ukraina po bën rezistencë. Dhe e katërta është strategjia që të shkaktojnë sa më shumë humbje kundërshtare dhe sa më pak humbje në krau vet. Pra, është qytet për jetë. Pra, unë mund të lëshoj një qytet vogël për të shpëtuar jetë ushtarësh. Kjo është strategjia që Ukraina ka ndjekur prej kohësh. Mundohet të shkaktojë humbjet maksimale të rusët, dhe duke qenë se ka një sipërfaqe 600 km2, se humbi 50 km2 apo 100 apo 200, nuk është se i kushton shumë. Më e rëndësishme për Ukrainën është që të ruaj njerëzit. Sepse kjo po kthehet në një luftë e cila është luftë attrition, do të thënë luftë gërryese që e cila war of attrition. Po, e cila elementi kryesor ka njerëzit. Luftë fërkimi. Dhe kjo është strategjia që po ndjek. Tani në këtë kuadër Putini mundohet që të mbajë larg Evropën, që mos i japë ndihmë Ukrainës, dhe të thotë herë me, po themi, me mesazhe kërcënuese. Do dalim te Europa dhe te kërcënimi se na u spostuam te strategjia. Kled, si e lexove këtë
që ishte le të themi edhe kryelajmi, domthonë deklaratat e Putinit për sa i përket një përplasje të mundshme me Europën dhe për mënyrën se si foli tregoi që Rusia e ka fuqinë për të përballur me. Ka një shprehje në italisht, thotë vorrei ma non posso, du, thotë po nuk mundem. Dhe deklarata e Putinit është dua por nuk mundem. Unë s'po them që Rusia është një tigër prej letre, po fakti është që Rusia ka ngecur në Ukrainë. Literalisht është e bllokuar në Ukrainë. Një vend që nuk ka kapacitete strategjik që të pushtojë një vend, duhet kishte mbaruar kjo punë në harkun e, nuk po them një vitin, harkun e 5-6 muajve. Po jemi të sinqert, nuk është Ukraina aty, është edhe Europa. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Atë jap shumë Europa dhe Rusia po përplasen në Ukrainë. Lufta me proxy është e vjetër sa vetë historia e njerëzimit, historia e luftës. Dhe është e vërtetë që thua ti që po përballet me perëndimin, po e njëjta gjë ka ndodhur në Finland në 1939-ën, ku është përballë Finlanda me Bashkimin Sovjetik dhe kishte nga mbrapa jo të gjithë perëndimin, por kishte një pjesë perëndimit dhe nuk arriti dot të rezistonte. Ka rezistuar Italia Greqia me Italinë në vitin 1940-41. Edhe unë ndihmuar nga Britania e Madhe, sepse që Britania e Madhe që ndihmonte me flotën ajrore dhe detare. Dhe aviacionin etj, por ajo që është ideja ime është këtu. Rusia është një tigër prej letre. Ajo që dallon Rusinë nga një vend tjetër, nga një fuqi konvencionale, është kapaciteti bërthamor. Sot kishte një lajm që Rusia mund të ketë humbur kapacitetin për të çuar njerëz në hapësirë, thuajse përgjithmonë, sepse është prishur një lëshues në Bajkonur. Tash imagjino një vend që nuk ka kapacitetin që të rinovojë gjithë aparatin industrial që është prapa programit hapësinor, ka fuqi që të përballet me Evropën në një luftë frontale është e vështirë. Ajo që Rusia kërkon është kjo pak a shumë. Po të marrim një analogji. Është pak a shumë si fillimi i luftës dytë botërore, ku një pjesë e mirë e opinionit publik në Evropë, në Angli, në Francë, në vende të tjera, ishin të gatshëm që të sakrifikonin lirinë, po të themi, e vendeve të Evropës Lindore, Çekisë, etj. Ka pas një shprehje, nuk shkohet, nuk luftohet për korridorin polak, se vlen të luftosh për korridorin polak. Ka qenë një shprehje në fund viteve 30 ose gjatë viteve 30. Dhe një pjesë e mirë e opinionit publik edhe e leadershipit nuk dëshiron ose nuk do ta mendoj konfliktin. Pavarësisht se ka shumë afër. Dhe deklarata e Putinit i bën eko pikërisht këtij lloji mendimi. Dhe po ta vesh re gjithë strategjia, ajo është evidente, gjithë strategjia e Rusisë në momentin që flasim është izolimi i Ukrainës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sa kanë mundësi. Sa ishte Bideni nuk kishte shanse. Tashti që është Trumpi kanë mundësi, kanë shanse, e kanë provu. Në raste të ndryshme Trumpi ka qenë i favorshëm ndaj kësaj. E para, kjo është elementi i parë, dhe elementi i dytë është që të influencojnë ato qarqe politike europiane, natyrisht po me funksionin për të izoluar Ukrainën. Natyrisht që Ukraina pa vendet e Bashkimit Evropian, pa fuqinë ushtarake europiane, pa ndihmën, nuk do ta humbte betejën, por fundi fundit ka diçka shumë interesante në gjithë këtë diskutim. Rendi botror që kemi parë nga viti 1918 e tutje bazohet mbi idenë që ka vende të mëdha edhe vende të vogla. Natyrisht që me pak matematik, secili e kupton se cila është pesha që ka një pabarazit madhe në rendin ndërkombëtar, megjithatë subjektet janë teorikisht të barabarta. E njëjta gjë që ka ndodhur mbas 1918-s, mbas luftës parabotërore, është tentuar të ngrihet në gati një doktrinë thuajse absolutiste të mos cënimit të sovranitetit territorial të vendeve mbas luftës dytë botërore. Gjë që do të thotë që ne gjithmonë do kemi fuqi të cilat do konfrontohen me vende të vogla. Është normale që ti nuk ke kapacitetin për të luftuar me një vend më të madh se sa ti. Por është normale që për shkak të për hir të idesë balancës forcës, vende të ndryshme të ndihmojnë. Dhe është evidente që pa Evropën, Ukraina nuk do të rezistonte Rusisë. Po jo vetëm aq,
po ti mund të bësh një llogari tjetër, asnjë vend, nëse fjala vjen, të marrësh një absurd, një vend si Gjermania, mundet që të eliminojë Hollandën, Belgjikën, Luksemburgun, siç ka bërë Zvicrën, siç ka bërë në luftën e dytë botërore pas Zvicrën, mund të ta bëj këtë. Në harkun e 2-3 javë e bën. Çdo vend e bën. Edhe ne po të kishim afër Andorrën, mund ta pushtonim për 3 sekonda. Ose Italia me San Marino dhe Vatikanin. Nuk është këtu nuk, pra ideja që du të them është kjo që Evropa ndihmon Ukrainën. Kjo është më së evidente. Strategjia ruse është ndarja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbjellja e farës dyshimit brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Që ja ka dalë se po do dalë tek ajo pjesa. Jo, nuk e besoj që ka dalë deri diku. Do dalë. Është ambienti publik në Europë është i lëvizshëm, është i luhatshëm. Endri, ndërkohë Rute, se më kujtua tani që pash Ruten, thotë që ne si aleancë do bëjmë atë që duhet për të mbrojtur Europën në rast të një, le të themi, sulmi nga ana e Rusisë. Si e vlerëson në mënyrë apo si dua një vlerësim real të një përplasje të mundshme ushtarake, domethënë ai ka kapacitetet NATO të përballet, le të themi, me invencionet apo raketat e reja të Rusisë si Oreshniku, Burevestnik apo Poseidoni, të paktën këto treja kanë qenë së fundmi në këtë, le të themi, në media. NATO vetë ka konsideruar si kërcënime strategjike për aleancën. Ideja është në një përballje hipotetike, a e ka fuqinë aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ajo që po diskutohet sot është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta kenë tradhtuar Ukrainën sipas Macronit dhe sipas disa deklaratave të djeshme që u zbuluan nga media. Po të shikosh kokë më kokë, kapacitetet evropiane. Po. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kapacitetet ruse, po, për përplasje, Europa është më përpara në numrin e avionëve, është më përpara në numrin e artillerisë për të lëvizse, është më përpara në numrin e tankeve, është më përpara në numrin e njerëzve që mobilizon, ka më shumë në ndece, pra në çdo drejtim Europa është më lartë se Rusia, sepse në fundit Europa është një ekonomi e cila është 20 trilion dollar, është 10 herë më shumë se sa Rusia dhe një popullsi 400 milion, që është 3-4 herë më e madhe se sa popullsia e Rusisë. Pra potenciali i Evropës në një përplasje konvencionale me Rusin kuptohet që po të shikosh thjesht në numër absolut, Rusia nuk mund të fitojë një luftë konvencionale me Evropën. Problemi është tek a ka vullnet Evropa për të luftuar. Dhe këtu hyn pikpyetje e madhe, sepse në dallim nga ato që janë diktatura, demokracitë janë të limituara nga vullneti i popullit dhe nga vullneti i aleancave. Pra, në rastin e, po themi, ti ke rastin e Gjermanisë. Po kapim rastin e Gjermanisë, e cila është një fuqi e madhe në Evropë, është fuqia më e madhe nëse mund të thuam në ana e kapacitetit industrial, por nuk është në ana ushtarake. Në ana ushtarake në Evropë është Franca është më lart se sa Gjermania. Gjermania, kur ndodhi lufta në Ukrainë, pra kur u nis në shkurt të 2022-shit, çoi në Ukrainë vetëm 4.000 helmeta. Pra, e kuptoni, 4.000 helmeta, sigur të ishim ne, të kishim kërkuar në ato depot, magazinat që nga ngelur, ishim dhe ne që ja çonim Ukrainës. 4.000 helmeta. 4.000 helmeta ka çuar. Kaq ka çuar. Kaq ka çuar në fillim. Që do të thotë, Evropa nuk e ka marrë në ato kohë seriozisht edhe për shumë arsye. Domethënë, mënyra se si socialdemokratët e Gjermani, duke vazhduar trashëgiminë e Schröderit, i cili punonte për Gazpromin dhe ishte për marrëdhënie të ngushta me Rusin, tregonte një mungesë vullneti nga Gjermania për të luftuar, po themi, ose për të përballuar në mënyrë të fortë agresionin rus. Dhe mos harrojmë që vim dhe nga një kryeministre si puna Merkelit, e cila kur Rusia pushtonte Krimen, në vend që të ndosë sankcione, vazhdonte të investonte te Gazprom 2-shi.
Pra, ky vullnet politik nga ana e Evropës ka munguar, dhe po kapim rastin e Gjermanisë, ka munguar si në rastin e një qeverie të djathtë kristian-demokrate, si është CDU-ja, siç është Merkel, po edhe një social-demokrate, siç është ka munguar, mungon ende se mos harrojnë se ka një vendim për riarmatosjen. Diferenca është 800 miliard dollar. Diferenca është tek Merz. Merzi ka ardhur në pushtet në pranverën e këtij viti. Por kanë humbur 3 vjet. Pranverë 2022, pranverë 2025 janë 3 vjet të humbura nga Gjermania. Gjermania duhet kishte bërë ato që thoshte Merz tani. Sepse duhet kohë. Njerëzit i kujtojnë sikur avionët, tanket dhe sistemet e mbrojtjes kundërore të tjera prodhohen në sekond. Jo, do 6 muaj të prodhoshin bateri. Do 6 Patriot. muaj. Ndërkohë ende Do 6 muaj të prodhoshin bateri Iris-T. Gjermania ka për shembull ato që quhet Iris-T. Iris-T është ekuivalenti Patriotit. Është e njëjti sistem. Që është po prodhohet në Gjermani. Antiraketor gjerman, i prodhuar në Gjermani. Për raketat balistike. Për raketat balistike. Ndërkohë ka marrë Arrow 3-shin që e pash nga Izraeli. Ky ishte lajmi. Po, Arrow 3 është tjetër që është për raketë hipersonike me zhliun, po. Dhe Arrow 3 është, po sepse janë me nivele. Pra niveli po themi për raketa me rrezet shkurtë, të mesme dhe të gjatë. Dhe në bazë të tyre edhe kupola sa vjen bëhet më e madhe. Po. Edhe Iris-T-ja mund ta kapë atë, por do disa upgrade. Iris-T-ja është ekuivalenti Patriotit dhe prodhohet në Gjermani, kurse Samp-T-ja është ekuivalenti Patriotit, por prodhohet nga Franca dhe nga Italia. Pra Evropa nuk është se nuk i ka sistemet si që ka Amerika. Nuk ka sasi. Jo, problemi është te fakti Europa sistemet antiraketore për të mbrojtur nga Oreshniku, Burevestniku, pra këto raketat e reja hipersonike ruse. Tani, duhet të kuptosh një gjë që sistemet raketore janë, pra mbrojtja kundërorore, nuk të garanton asnjëherë kapjen 100%. Dhe rastin e pam në Izrael. Izraeli kishte mbrojtjen, le të themi, më të avancuar, që mund të jetë kundërorore, kishte sistemet e veta plus sistemet amerikane, dhe megjithatë raketat iraniane arritën që të penetronin mbrojtjen. Që do thotë, po nuk është që pra këtu pra sistemet mbrojtëse nuk janë 100% sigurta. Të sigurojnë që ti të mbrohesh në një masë të madhe, por jo që ti kapësh të gjitha. Është e pamundur ti kapësh të gjitha. Sidomos kur tjetri të nisë një numër shumë të madh raketash. Për shembull, ti ke bateri Patriot, për të bërë një bateri Patriot për shembull kushton $1 miliard. Sa? 1 miliard. Kushton. Bateri Patriot, sa raketa ka një bateri 12? Po, varet pastaj sepse për çdo raketë ata harxojnë me miliona dollar, çdo raketë është miliona dollar. E kupton? Po sistemi i cili ka qendrën e komandës dhe disa pika është rreth $1 miliard, i kushton dhe ta shesin 1.5 për të blerë një bateri. Një sistem Patriot 1.5. Dhe sa raketa hipersonike mund të këtë nuk e shiko. Pra ideja është që ti mund të lëshosh në ajër, për shembull, 8 raketa në të njëjtën kohë, pa ai të nisë 12. Ti nuk do kapësh. 4 do të shpëtojnë, do thua. 4 do të shpëtojnë. Nuk i kap dot. Pra ideja është që sistemet të tilla Evropa i ka. Por duan kohë. Për shembull, ka me shumicë, po themi ende se që ka po ai ka me shumicë për të përballur në një përballje. I ka si zgjidhje teknologjike, por jo si sasi. Dhe jo vetëm që nuk i ka si sasi, por duan kohë. Për shembull, minimumi do 6 muaj të prodhosh një bateri Patriot. 6 muaj deri në 1 vit për të prodhuar një bateri. Dhe Amerika ose për të prodhuar një Iris-T, ose për të prodhuar një Samp-T. Pra, sepse ka proceset e veta për të krijuar një bateri të tillë. Dhe kjo e bën Evropën që këtë po thosha, të rikthehemi te Mersi. Këto që po bën Mersi tani duhet të kishte bërë Scholzi në 2022-shin. Dhe po të kishte bërë Scholzi në 2022-shin, Evropa tashmë do kishte numrat. Pra do kishte baterit, do kishte tanke, do kishte avion. Po thua që nuk i ka gati ende në një përballje, këtë po them. Nuk i ka gati, jo, në një përballje aktualisht Evropa ka më shumë numra se Rusia, por Evropa nuk mund të çojë shumë në Ukrainë sepse nuk ka tepër. Ka një diçka, kur ti bën ushtrin, e ti thua unë do kem 400.000 ushtar. Nëse do thuash kam 400.000 ushtar, ty po themi të duan 50 bateri.
patriot. Po e kap kështu si numra abstrakt për ta kuptuar publikun. Pra, po kur unë e çoj, dhe them, nuk do kem 400.000 ushtar, po do kem 100.000 ushtar. Ty nuk duhen më 50 bateri. Ty të duhen 10 bateri patriot. Sepse është në kuadër të strategjisë të gjithë mënyrës se si e ke perceptuar ti mbrojtjen. Që do të thotë, Evropa ka pasur numra minimal për një kohë shumë të gjatë, numra të cilat nuk i përputheshin realitetit diplomatik në terren. Dhe Evropa ka qenë mbrapa në numra dhe vazhdon të jetë mbrapa në numra. Tani që Gjermania po diskuton dhe do fusi dhe shërbimin ushtarak të detyruar, Polonia ka futur, vendet e Balltikut e kanë futur. Tani është duke rritur numrin e ushtrisë dhe me rritjen e numrit të ushtrisë dhe bateritë, po themi kundërerore, të cilat duhet të jenë në këtë organik të re, duhet të jenë më lart. Pra, Evropa është më pak e furnizuar për veten e vet. E qartë. Dhe kjo e bën atë të pamundur ose shumë të vështirë për të furnizuar dhe Ukrainën me bateri shtesë, sepse duhet ruaj gatishmërinë e vet luftarake. Pra, ai thot në radhë të parë, i thot Bundeswehri gjerman, thot mua më duhen bateritë për të ruajtur Gjermaninë. Pastaj mund të ndihmoj Ukrainën. Fakti është që nuk ka bateri mjaftueshëm edhe për të ruajtur Gjermaninë. Avion mjaftueshëm për të ruajtur Gjermaninë. Tanke mjaftueshëm për të ruajtur Gjermaninë. Jo se nuk i prodhon dot, por për shumë vite ka ngelur me një limitim forcash dhe investimesh të tilla që kanë qenë minimale dhe nuk i përputhen realitetit tani. Duhet kishte investuar për shumë vitesh. Trumpi herën e parë, kur ka qenë mandatin e parë, ka kërkuar vendeve të NATO-s që ta çojnë na 1% në 2%, tani po ja kërkon 5%. Gjermania ka pas 1% deri para shumë vite. Dhe në 2014 hoqi edhe shërbimin detyrueshëm ushtarak Merkel. Megjithëse ishte kriza e Ukrainës. Pra, problemi i Evropës është pikërisht kjo. Jo se nuk i ka kapacitetet për të prodhuar, problemi është afati kohor. Krejt, fol edhe për aspekte tjera të përplasjes si ose nëse s'ke gjë për të shtuar për këtë. Jo, ka disa aspekte që mundet të elaborohen pak më tepër. Nëse bëhet fjalë për çfarë lloj konflikti bëhet fjalë, vetëm për konflikt me raketa për shembull, apo edhe me lëvizje forcash, pra një konflikt total, i përjashto armët bërthamore. Ka dy vende ose dy zona të cilat janë më të rrezikuara, që është ndofta Finland apo më shumë vendet balltike. Po fakti që Rusia nuk arrin dot të shajë në Ukrainë, nuk e bën shumë të vështirë që të ketë kapacitet ushtrie ruse që të penetrojë në lindje. Një sekond ta bëj këtë. Se Endri foli dhe tha, problemi mbrojtjes europiane është që ka një lloj është si me njolla leopardi, pra njëri ka, tjetri s'ka. Polonia po merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 336 tanke Abrams, që në 16 i marri tash 100 ca i ka marrë përpara. Nuk e di se sa tanke K2 ka marrë licencën e prodhimit tankeve K2 nga Koreja, ka tanket Leopard. Pra është një shtet i cili ka investuar shumë dhe sot vetëm Polonia mund të ketë, nuk e di, 20% të gjithë, tash po e mundsoj, po të vendeve europiane kapacitetit të NATO-s për sa i përket tankeve. Dhe kam përshtypjen që është një situatë Rusia do ta ketë ka shumë vështirë të futet me Europën, edhe sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës ta lënë NATO-n. Sepse pastaj do të shkatërrohesh NATO-ja vet, pra nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës lëvizin ikën NATO-ja dhe vendet përballen mos si aleat. Pra, nëse është skenari i luftës dytë botërore që Polonia u përball me Gjermaninë e vetme në shtator 39-s dhe pastaj pati ca lëvizje forcash franceze në kufim me Gjermaninë, po francezët nuk sulmuan, teorikisht do të kishin sulmuar Gjermaninë mbas të pakteve që kishin me Poloninë edhe Britaninë e Madhe. Po ndodhi ajo, pastaj është çështje tjetër, por nuk e besoj Rusia në këtë gjendje që është për momentin të futet në një konflikt ushtarak tjetër, pra ti shtoi më tepër probleme vetes vet. Ndërkohë Endri, po këtë e bëm supozim pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në një le të themi përplasje hipotetike Rusi-Europë. Nëse do ndodhte kjo që tham, pak a shumë tradhtia që SBA-ja mund i bënte Ukrainës që parajmërohet nga Macron
edhe të tjerë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ishin, le të themi, do të merrnin pjesë në këtë përballje, domethënë do ishin pjesë integrale e NATO-s siç janë vazhdimisht, sa shanse do kishte Rusia të përballej? Ja, kishte shanse fare. Domethënë, nuk e vetëm gjë që ngel Rusisë janë armat bërthamore, edhe tani që po flasim këto momente. Nëse SBA-ja do ishte me. Po si e lexon këtë rol të SBA-s, Endre? Si e lexon këtë vendim të SBA-s? Rubio nuk mori pjesë, fjala vjen në një takim të fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësuan nga një... Nuk është vetëm qëndrimi i Rubios. Jo Rubios, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është vetëm qëndrimi i Rubios që shu, por ke edhe intervistën e Besentit, që ishte para ca ditësh, i cili thoshte që nëse ndodh një konflikt në Evropë, nuk është thënë që ne do të çojmë trupa. Scott Bessent. Po, që është sekretari për thesarin apo jo? Thesarit, ministri i financave, pak a shumë. Ajo që më çove që folën bashkë. Po, dhe normalisht ajo që mund të shikosh është që NATO ka vdekur. Për administratën Trump. Për administratën Trump, NATO ka vdekur. Për administratën Trump, NATO është e vdekur. Dhe kjo është ajo të cilët liderët evropian tani po shikojnë me tmerr situatën, sepse janë totalisht pa përgatitur për një situatë të tillë. Megjithse i kishin paralajmërimet prej kohësh. Pra, jo vetëm paralajmërime në Evropë për mandatin e parë të Trump, po dhe paralajmërime nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të 2023-shit, në Amerikë, ironikisht ka qenë senatori Rubio në atë kohë, bashkë me një demokrat, ka nxjerrë një ligj në të cilën i ndalojnë presidentit amerikan që të largohet, të pezulloj, apo të denoncoj, apo të ndërpresi marrëdhëniet me NATO. Pa një vendim me 2/3 e senatit, ose me një vendim, me një rezolut veçantë e Kongresit Amerikan. Pra, dhe vetë Amerika i tregoj Evropës që ne kemi frikë që nëse në dhjetori 2023-shit kjo më vetë. Fushata akoma ishte në fillimet e veta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, primarët të Amerikë, dhe Amerika i nisi mesazh shumë të qartë Evropës. Ne kemi frikë që në qoftë se Trump vjen në pushtet, ne kemi frikë në këtë gjë. Por ndryshe nuk do e kaloni një ligj të tillë. Është anormale të kalosh një ligj të tillë në Senat dhe në Kongresin Amerikan. Është dhe këto ishin mesazhe që Evropa për fat të keq nuk i kuptoi. Dhe ajo që ti po shikon tani, po shikon që Trump është... Po, nuk e shikon si një projekt, le të them, si e lexon këtë vendim Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të braktis... Po nuk është vendim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vendim i administratës Trump. Dhe duhet kuptuar diferenca. Shiko, ka pasur në vitet kur erdhi Willy Brandt në pushtet në Gjermani, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa Perëndimore, që kanë qenë atëherë të angazhuar në NATO, kanë qenë për marrëdhënie armiqësore me Bashkimin Sovjetik dhe me Traktatin e Varshavës. Erdhi Willy Brandt në pushtet në Gjermani dhe filloi atë që quhet Ostpolitik. Ostpolitik është politika e lindjes, politika e hapjes. Dhe ai kishte supozimin që ne duhet të hapemi me vendet e Bashkimit Sovjetik në mënyrë të tillë që marrëdhëniet me interes për bashkët ekonomik të ndikojnë pastaj edhe në marrëdhëniet diplomatike dhe që të shmangim tensionet. Kjo Ostpolitik vazhdoi pastaj për një kohë shumë të gjatë si një mentalitet mbizotrues në perëndim. Dhe vetë Merkel, në momentin kur Rusia sulmoi, jo vetëm Gjeorgjinë, por sulmoi edhe Ukrainën, Merkel vazhdonte akoma me të njëjtën ide të Ostpolitik, të mbajë marrëdhënie të mira me Rusinë ekonomike, sepse çka kuptimi ka që ai të na sulmoi kur ai është duke bërë lek me ne. E kupton? Dhe për ta thënë kështu bastard çfarë, domethënë, dhe kjo Ostpolitik ka qenë mendimi mbizotrues në gjithë politikën e jashtme të perëndimit deri në 2022. Diferenca pastaj midis administratës Trump dhe këtij mentaliteti që ka qenë në perëndim për mënyrën si duhet trajtuar Rusia, është e fakti që nëse këta bënin Ostpolitik, pra Gazprom dyshi, fundit, sillte të ardhura për shtetin gjerman, sepse shteti gjerman merrte gaz të lirë nga Rusia, në këtë diferencë
Trumpi bën marrëveshje personale. Çon djalin e vet, i cili siç merr Sazanin në Shqipëri, merr edhe një fushë nafte në Rusi, po dhëndri Sanlo, domethënë, kjo pastaj. Po pra diferenca në këtë rast është fakti që e para një herë ky marrëveshje nuk i bën për të mirën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po i bën marrëveshje për rrethin e ngushtë të bashkëpunëtorëve të vet, në të cilët mendon që të ndaj interesa ekonomike në Rusi, dhe e dyta punës e bën dhe për faktin që mbase mendon ose mbase është i detyruar edhe për paktën se flasin tjerët, ose ajo që përflitet në rrethet diplomatike dhe të inteligjencës në Evropë është fakti që Putini ka dosje komprometuese për Trump dhe detyron që të veprojë siç do ai. Klejt e fundit, si e lexon këtë, le të themi, raportin e ri të Shtetet Bashkuara me Rusinë, edhe vendimin, le të themi, këtë që pak a shumë thotë Endri, që NATO-n për ta zhdukur NATO ka vdekur për këtë administratë. Ky ishte kjo pak a shumë për cituar Endrin. Që NATO ka vdekur për këtë administratë është pa europianët nuk duan ta besojnë, e kanë kuptu, por shpresojnë që të mos ndodh. Politika jashtme amerikane ka qenë shumë e pa e luhatshme në raport me Rusinë, edhe me Evropën, nga po ta marrim ndryshimet janë me ditë. Çdo 2-3 ditë ndryshon një pozicion. Ne kemi qenë këtu sa herë në studio, kemi folë për një lloj rikthimi të Amerikës pas sa kemi parë deklarata kundërthonëse e kështu me radhë. Gjithë problemi, gjithë çështja është këtu, nëse nesër shtetet europiane do të arrijnë të kuptojnë që mundet edhe të bëjnë apo do të duhet të bëjnë ose jo pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është çështja. Ka pas aktorë europianë të cilët janë mundu edhe në mënyrë personale për ta ruajtur këtë lloj raporti të gjallë. Giorgia Meloni, kryeministri i Britanisë së Madhe, deri diku dhe Macroni. Ajo skena e famshme e këtyre liderëve europianë që shkojnë dhe rreshtohen para Trumpit në shtëpinë e Bardhë, ka qenë një përpjekje maksimale për ta ruajtur këtë lloj miqësie. Por nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan, kjo është çështje tjetër. Ka një problem aty, nëse politika e Trumpit është thjesht një lloj intermezzo, por presim që të bjerë stuhia, siç kemi prit Trumpin e parë që të binte. Apo do të vijoj me J.D. Vance, i cili ndofta është pasardhës i Trumpit nëse gjërat nuk do të ndryshojnë. Dhe nëse Vance është pasardhës i Trumpit, atëherë Evropa duhet të shtrëngojë rripat. Kjo është pak a shumë skema. Por megjithatë janë deklarata të cilat janë gjithmonë mbeten në kuadrin e tërheqjes, avancimit të tërheqjes. Ajo që do të ishte sulm apo goditje për Europën është se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqeshin nga çdo lloj sanksioni që mund të kishte mbi Rusinë. Tërhoqen për ato të naftës. Po pritet një sekond. Lukoili është vënë në sanksione para pak kohësh, nuk është vënë tash. Kam përshtypjen 2-3 muaj mund të ketë. Po. Lukoili që është vënë në sankcione. Një muaj fiks. Një muaj gati. Lukoilit ju hoqën disa nga sanksionet. Pra po them, politika e Trumpit është edhe inkonsistente, po edhe ruan një farë distancë të shnetshme nga Rusia. Tash ne nuk mund të pretendojmë që të jemi në periudhën e Bidenit, kur dihen pozicionet. Fatkeqësia e madhe është që Trumpi nga 2014, nga vitet 2000 sa e tutje, e ka Ukrainën, e ka pasur edhe si një lloj armiqësie personale me Zelenskën, në cilën e ka zhvilluar. Kletë falenderoj Endri. Kishe diçka për të thënë, po kishe diçka për të thënë. Vetëm një fjali se jo, është pak më gjatë për sa i përket diferencës midis Bidenit dhe Trumpit, se mendoj që është e rëndësishme për ta kuptuar njerëzit. Domethënë, gjatë gjithë kohës kur ka pasur gjatë luftës së totë, ideja e perëndimit ka qenë angazhimi i Rusisë. Vetëm 2 minuta Endri, 2 minuta. Ka qenë angazhimi i Bashkimit Sovjetik në një konflikt të gjatë, zvarritës. Kjo ka qenë ideja e perëndimit. Pra, modeli junë ekonomik në fund ka për triumfuar. Ne do ruajmë ato balancat pa e çuar çështjen në një konflikt të hapur. Telegrami Kenanit. Dhe ne do e mbajmë të angazhuar ushtarakisht, por jo në konflikt midis dy palëve. Bideni ka vazhduar po të njëjtën taktik. Kur ndodhi ajo që ndodhi në 2022 në Rusi, Biden vazhdoi me po të njëjtin mentalitet.
ne do e ndihmojmë Ukrainën për aq kohë sa nuk shkon në një konflikt shumë të gjatë. Pra u nis me idenë e zvarritjes për një kohë të gjatë derisa Rusia të kapitullonte si Bashkimi Sovjetik. Sepse po themi vetëm një shembull, vetëm në varrezat në Amerikë janë rreth 3000 tanke Abrams që janë varreza. Po të donte janë niste Ukrainës. Janë 3000 tanke, janë 2000 avion F-16, F-15 në varreza. Dhe po donte janë niste Ukrainës dhe normalisht Ukraina e kishte fituar atë luftë. Por nuk e nisi, e mbajti Ukrainën me të njëjtin mentalitet, po themi, të një mbajtje për një kohë të gjatë. Konflikt zvarritës. Dhe konflikt zvarritës. Por atë që Biden nuk e kupton është që Rusia e 2020-s nuk është si Bashkimi Sovjetik dikur. Sepse nëse Bashkimi Sovjetik dikur ishte fuqia më e avancuar në vendet e lindjes, tashmë ke vendet të tjera që ndihmojnë Bashkimin Sovjetik, ke Kinën, ke Iranin që prodhon materiale ushtarake, ke Koren që prodhon materiale ushtarake dhe ja çon, artillerie dhe njerëz, ke Kubën që çon njerëz. Kina e mban nga ana ekonomike, India vazhdon të blej naftën. Pra, kjo luftë e zvarritjes nuk bëhet më me Rusin. Dhe vetëm gjë që mund të bënte Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte një përplasje e fortë, pra në kuptimin që të ndihmonte shumë fort Ukrainën për të detyruar Rusin që të ulësh tavolinë. Këtë Biden nuk e bëri dhe aq më pak ka ndërmend që ta bëjë Trump. Dhe kjo është arsyeja që Trump, përveç pjesës tjetër që ka të bëjë po themi me magët dhe mënyrën se si ka ardhur në pushtet, apo dhe me materialet komprometuese që vazhdoj të them që është diçka e cila përflitet vazhdimisht në rrethet e diplomatike. Kjo është ajo që e cila e bën Trump të ndryshëm dhe që e ka kaluar Trump në krahun e Rusisë. Fillimisht do dua ta lidh me çfarë po ndodh në Kosovë dhe do doja një koment kryesisht në lidhje me një deklaratë të ambasadës amerikane për sa i përket vendimit në Kosovë për përjashtimin e listës serbska. Si e lexove këtë reagim, sepse duket një reagim shumë i fortë nëse e lexon midis rreshtave. Është jo vetëm midis rreshtave, po kësaj radhe mendoj që mesazhi është shumë transparent, shumë i qartë deri më tani. Ambasada amerikane nuk ka bërë kualifikim të tillë. Pra, po tjera thuhet se kemi të bëjmë me destabilizim të Kosovës dhe cënim të interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është një vlerësim shumë i rëndë dhe praktikisht gati që nuk ka vlerësim më të rëndë. Tani, ky praktikisht është qëndrimi i State Departamentit, sepse ambasada e Shteteve të Bashkuara kudo që punon dhe vepron është degë e State Departamentit. Ky është qëndrim shtetëror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se një druaj që udhëheqja klasa politike në Kosovë nuk është e vetëdijshme sa duhet për peshën e këtij vlerësimi. Paralelisht kishte dy zhvillime, një pozitiv, por fillimisht do të koncentrohem te ky, do të thotë. Këtë vlerësim kaq të rënd të ambasadës amerikane e kurrëzoi, e shkaktoi një vendim i Komisionit Qendror Zgjedhor për të mos certifikuar listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Këtë çështje e iniciuan dy anëtarët e lëvizjes vetëvendosje, cilët votuan kundër certifikimit të listës serbe. Anëtarët tjerë të partive tjera, përfaqësuesit e partive tjera abstenuan, të friksuar se mund të satanizohen nga vetëvendosja para opinionit, si dorë e zgjatur e partive serbe, ata thjesht zgjodhen rrugën në thojza më të lehtë, sepse kjo nuk është rruga, abstenuan dhe praktikisht e pamundsuan certifikimin e listës serbe. Dhe pastaj ai qëndrimi i Shteteve të Bashkuara, por edhe qëndrimet të Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe, OSBE-s dhe të tjera. Ishte në bindjen time është një lojë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Ishte tentimi i vetëvendosjes për të detyruar përfaqësuesit e partive opozitare që të votojnë për certifikimin e listës serbe dhe pastaj të satanizohen para opinionit në kuptimin që ja ju kemi thënë këta janë me palën serbe. Por e vërteta është diku tjetër
për nuk ka 2-3 javë që opozita në Kosovë ka refuzuar mandatin për faktin që nuk kishte votat mjaftueshme. Po të kishte ndonjë agent të fshehtë të opozitës me listën serbe, ata me 9 votat e listës serbe e bënin qeverinë. Arrin e te i kalonin numrin 62 dhe e bënin qeverinë. Pra pohimi akuzat nga vetëvendosja për opozitën se ka një agent të fshehtë me listën serbe nuk qëndrojnë dhe ato e në provuar para 2-3 javë. Opozita ka refuzuar mandatin sepse nuk i kishte numrat. Tani kjo betejë është bartur në Komisionin Qendror Zgjedhor dhe në çështjen e diasporës, por unë e konsideroj lojë fëmijësh, lojë fëmijërore, sepse për hir të një grusht votash, vetëvendosja në këtë rast godet Kosovën, kisha për thënë rrezikshëm, godet interesat e Kosovës, ndërka që opozita gjithashtu të regohet konfuze. Unë mendoj se nuk është dashur të abstenojnë, ata është dashur të votojnë mbështetur mbi ligjet e Kosovës dhe mbështetur në atë që lishmërinë do të thotë. Komisioni Qendror nuk është i autorizuar ta përjashtoj listën serbe nga pjesëmarrja në zgjedhje, për një gjë të tillë duhet vendim gjyqësor. Nëse gjykatat në Kosovë do të merrnin vendimin që lista serbe është e inkriminuar në ngjarjet e Banskës, dhe unë nuk e përjashtoj mundësinë që është e inkriminuar, me shumë gjast individ ose në tërësi ata janë të inkriminuar në veprime terroriste në Banskë, por për këtë duhet vendim gjyqësor. Në të kundërtën, vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor si organ politik, si institucion politik, merr formën e arbitraritetit dhe voluntarizmit. Dhe prandaj pasoi reagim i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Brukselit dhe kështu me radhë. Ideja është pak a shumë e qartë me Lazim për sa i përket asaj situatës në Kosovë, por mundësia një destabilizimi për shkak të kësaj, domethënë për shkak të përjashtimit listës serbska, ku është, le të themi, rreziku real i kësaj, çfarë mund të prodhojë në rast se kjo realizohet? Jo, kjo nuk do të realizohet, këtë e dinë të gjithë këtu në Prishtinë, është një lojë, sepse instanca tjetër mbi Komisionin Qendror Zgjedhor, PZOAP-ja, Gjykata Supreme dhe Gjykata Kushtetuese kanë të drejtë dhe do të anulojnë këtë vendim dhe do t'ja lejojnë listës serbe të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Kështu ka ndodhur edhe para zgjedhjeve lokale. Do thotë është një lojë, cilën e bën vetëvendosje dhe në të cilën opozita nuk din si të përgjigjet. E friksuar se do të satanizohet nga vetëvendosja, ajo tërhiqet, abstenon nga votimi dhe krijon një situatë shumë të pakëndshme, krijon një situatë kur ambasadat e huaja, faktorët e jashtëm godasin Kosovën për shkak të lojrave të brendshme politike, edhe vetë përfaqësuesit më të lartë vetëvendosjes e dinë që kjo nuk mund të kalojë sepse nuk ka bazë ligjore. Nuk ka bazë ligjore, nëse do të kishte një vendim gjykate, po Komisioni Qendror Zgjedhor do duhet ta përjashtonte listën serbe nga pjesëmarrja në zgjedhje, por gjithnjë përderisa nuk ka një vendim të tillë, edhe vetë udhëheqja më e lartë e vetëvendosjes jam i sigurt e dinë që kjo është e pamundur, por është një lojë, është teatër për të përfituar vota, për të përfituar. Jemi në fushat. Po fatkeqësisht në dëm të Kosovës. Zoti Koci, ideja është që administratës Trump tashmë po i kërkohet të shtojë angazhimin e saj në Ballkanin Perëndimor. Kjo thirrje ka ardhur nga pjesëmarrësit e diskutimeve në Komitetin për Politikën e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, pak a shumë për këtë komision, Ballkani vlerësohet si një vend, si një rajon i paqëndrueshëm, menjëherë pas Ukrainës dhe në rast konflikti, aleatët e NATO-s, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi do të jenë drejt për drejt shënjestër, kanë nënvizuar Kate Self, duke shtuar se një gjë e tillë mund të çojë në aktivizimin potencial të Nenit 5 aleancës. Ndërkohë, flitet gjithashtu, është insistuar për Kosovën që ajo do të jetë veçanërisht e ekspozuar për shkak se nuk është pjesë e aleancës ushtarake. Si vlerëson këto komente të bëra në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës?
tani pa përdor terme të mëdha, të fuqishme, por e konsideroj ndoshta ngjarje me primesa historike, sepse vendimet e mëdha në Shtetet e Bashkuara kështu fillojnë. Fillojnë nga komitetet në Senat ose dhomën përfaqësuese, pastaj ato u bartën institucioneve më të larta, siç është Pentagoni, State Departamenti, Shtëpia e Bardhë dhe të tjera. Dhe kështu formësohet politika jashtme Shteteve të Bashkuara. Se radha ata ishin shumë transparent. Mbase edhe më transparent se që janë rëndom. Ju e apostrofua shumë mirë ata poentat kyçe të dëshmisë shumorshë në Kongresin Amerikan. Unë i kam përcjellur më vonë në një ditë vonenës, do të thotë incizimin komplet të asaj dëshmie. Esenca është kjo që ju e thatë pak më parë, do të thotë. Ata thonë se nëse do të ketë, se Ballkani në vërtet është shumë i rrezikuar, rajoni më i rrezikuar në Evropë nga një goditje ruse. Normalisht përmes satelitit e saj në Ballkan Serbis, potencojnë do të thotë rrezikun për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, dhe thonë se megjithatë pak më shumë është rrezikuar Kosova për faktin që nuk është antare e NATO-s dhe nuk mund të aktivizohet dispozita 5 e Aleancës Veriatlantike. Por menjëherë përgjigja ishte aty për atyshme. Njëri nga ata që dëshmuan ishte Edward Joseph. Ai nxorri një tezë që në Kosovë nuk është shumë që është qarkulluar, pohoi se zgjidhja për Kosovën nuk është antarësimi në Kombet e Bashkuara, nuk është edhe dialogu i Bashkimit Evropian është i kaluar dhe nuk ka prodhuar rezultate, përkundrazi ka shkaktuar destabilitet, dhe se rruga vetme për të stabilizuar Ballkanin, jo vetëm Kosovën, por gjithë Ballkanin është që Kosova të antarësohet në NATO, ai apostrofoi mundësinë e antarësimit në NATO edhe të Serbisë, por ishte më shumë i fokusuar te antarësimi i Kosovës në Aleancën Veriatlantike. Mendoj se mënyra se si ai e paraqiti çështjen ishte shumë e qelluar, shumë e goditur, sepse pohoi që në këtë mënyrë Serbia shkëputet nga ndikimi i Rusisë dhe Kinës, sepse vetoja pastaj e tyre në Kombet e Bashkuara nuk paraqet asgjë pas antarësimit, siç tha ai, të Kosovës në NATO. Antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara humb peshën. Nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, sepse në aspektin e sigurisë Kosova do ta zgjidhte problemin, do të sigurohej në kuptimin e ruajtjes, garantimit të kufinjeve dhe tërësisë territoriale. Ai më shkoi edhe më lart dhe tha se një zhvillim i tillë, antarësimi eventual i Kosovës në NATO, do ta tërhiqte edhe Serbinë në perëndim, sepse nuk do të kishte më çfarë të përfitonte nga Rusia dhe Kina nëse do të mbetej në këtë pozicion që është, siç e thon ata, neutral, do të thotë, në Beograd. Ai supozon se tërheqja e Kosovës në NATO është edhe tërheqja e Serbisë në perëndim, dhe unë mendoj se aty ka bazë. Atë që ai thotë ka shumë bazë. Ka shumë bazë sepse çështja mund shtrohet edhe ndryshe. Në momentin që Kosova eventualisht antarësohet në Aleancën Veriatlantike, në Serbia çfarë i mbetet Serbisë? Mbetet vetëm të pajtohet që edhe ajo të antarësohet në ato mënyrë që mos mbetet prapa gjithë rajonit, dhe e dyta ta njoh pavarësinë e Kosovës, sepse orekset e saj për shkëputje të veriut përfundojnë një herë për gjithmonë. Dhe unë mendoj që kjo është rruga. Kjo është rruga, dhe mjerisht në Kosovë kjo edhe me tutje nuk kuptohet sa dhe si duhet. Këtu janë të fokusuar në formë fetishi prezentohet çështja e njohjes nga Serbia. Thua ti se ekzistenca e Kosovës varet nga njohja e Serbisë. Është një çështje, unë mendoj, shumë e gabuar, sepse kjo po e faktorizon Serbinë në Ballkan. Në çastin që Kosova del me tezën që nuk i intereson njohja nga Serbia, nuk i intereson antarësimi në Kombet e Bashkuara, Serbia çarmatoset. Serbia më nuk është faktor në Ballkan. Praktikisht është faktori dorës së dytë, i cili nuk vendos për asgjë. Dhe mendoj se dëshmia në Kongres këto ditë e ka hapur këtë rrugë. Tani sa do duhet kohë, kthe mbetet për të parë. Iden
idenë e antarësimit të Kosovës në NATO e kemi diskutuar shpesh. E kemi diskutuar në këtë studio. E kemi thënë që dhe ju keni qenë një nga artikuluesit më eminent të kësaj teze. E kemi diskutuar bashkë. Ndërkohë, pra, unë dua ta kuptoj, në hapin, ky është një hap shumë i rëndësishëm, sepse kishim dhe deklaratën e presidentes Osmani, ndërkohë kemi këtë ide në një nga paradhomat e administratës amerikane. Rruga që do të dhe sa e mundur është që kjo të materializohet si ide, dhe nëse materializohet si ide, sa kohë do t'i duhet NATO-s për ta bërë këtë realitet? Unë pres që Kosova brenda mas shumë ti 2 vitesh, brenda 2 vitesh të jetë në NATO. Pse e them këtë? Pres që këtë çështje të zyrtarizohet në samitin e NATO-s në Shqipëri në vitin 2027. Ose të zyrtarizohet si akt, ose të lajmërohet që është çështje që do të mbyllet brenda 7-8 muajsh. Pse e them këtë? E them sepse në mandatin e parë të zotit Trump, të presidentit Trump, Kosovës i është dhënë viza për formimin e ushtrisë, për transformimin e FSK-s, Forcës së Sigurisë së Kosovës, në ushtri të Kosovës në periudhën 10 vjeçare. Pra, ai transformim përfundon në vitin 2028. Dhe nga ai çasti unë nuk shoh asnjë problem që Kosova të mos jetë antare e NATO-s. Është diçka tjetër. Fakti që edhe Kosova do të ketë obligime, cila do të jenë ato. Mendoj se ato që qëndrojnë në përmbushje atyre kërkesave që janë në marrëveshjen franko-gjermane. Ju pyetet sa është kjo e mundur. Është shumë e mundur sepse në marrëveshjen franko-gjermane, e cila nga ana administratës amerikane mund të mirret pjesërisht, nuk do të thotë komplet, por mund të mirret pjesërisht, është formulimi ku nëse Kosova përmbush obligimet e veta, Kosovës i japet rruga për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo është e pamundur në Kombet e Bashkuara për shkak të vetos së Rusisë dhe Kinës, por jo në NATO ku fakti që 5 vendet antarët e NATO nuk e njohin, do të neutralizohej me faktin që ato kanë qenë pjesëmarrëse të formulimit të dokumentit franko-gjerman. Dhe nëse Kosova përmbush obligimet nga ai dokument, ato 4, në këtë rast 4 vende, sepse Shqipëria nuk është, ato 4 vende mosnjohëse nuk do të kenë asnjë argument që të vënë veto sa i përket antarësimit të Kosovës në NATO. Ato mund mos e njohin edhe më tutje Kosovën. Ato nuk obligohen të njohin Kosovën, por do të jetë shumë vështirë, nuk do të kenë argumente që të kundërshtojnë antarësimin e Kosovës në NATO. Dhe kur kësaj shtohet edhe presioni amerikan, do të thotë, sepse për të qenë sinqert në Kosovë nuk ka ndodhur nga viti 90, nuk ka ndodhur asgjë pa presionin, pa ndikimin, pa ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara. Dhe kur kësaj shtohet, do të thotë edhe presioni i Shteteve të Bashkuara, sidomos në këtë periudhë përderisa atje është president Donald Trump, unë këtë çështje e shoh të realizueshme, të jetësueshme, jo nuk them brenda disa muajsh, por shumë të mundshme, realiste në një periudhë 2-3 vjeçare. Jo, shumë interesante ideja që kjo mund ndodhë në 2027 kur e gjithë NATO do jetë në Tiranë. Kishte ndodhur një diçka të tillë ngjashme, zoti Bush, ish presidenti amerikan Bush, besoj të kujtohet edhe shikuesve, para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, 7 muaj më herët, qëndroi në Tiranë në vitin 2007, në verën e vitit 2007, dhe nga Tirana dha lajmin që enough is enough, mjaft është mjaft, Kosova është e pavarur. Unë pres diçka të ngjashme edhe nga presidenti Donald Trump, që në 2027 nga Tirana ta bëj të ditur botërisht që Kosova është antare e NATO-s. Dhe unë mendoj që argumentat që ju dhatë, domethënë janë shumë bindëse për sa i përket një rezultati të tillë pikërisht në atë summit që do zhvillohet në Tiranë.